Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Në mbrëma juve. Që kemi? Hiç mirë, kohë e mirë sot. Ndoshta pak va, po çdo gjë shumë mirë, pak a shumë përgjithësi. Por edhe këtej sot u ngroft, sot u bëj një çik vap, se ka qenë goxha freskët gjithë këtë ditë. Nuk e di çfarë shteti jeti konkretisht, po unë për momentin jam në Shqipëri, po ti nuk e di ku ndodhesh. Në Gjermani jam, në Berlin për momentin. Ja, E këtej ka qenë goxha freskët në fakt. E po si të drejtohem mund të? ka problem si dush. Mirë. Mos e vramen. S'ka më. Fare. Po si e prezanton veten domethënë kur futesh në për live me njerëzit kur e ke parasysh kur bën ato bisedat tua interesante. Gjë të varet. Varet, do ta them se varet, se njeriu mrena vetes vet ka shumë karaktere. Domethënë njeriu pak a shumë është multikarakter. Në një farë mënyrë varet se si shikon se si janë njerëzit, aty shikohet terreni, pastaj bën. Në përgjithësi unë e bëj pak a shumë prezantohem në një farë mënyrë si ngacmues, kur në fakt s'jam. Duke thonë doza realiteti që të ngacmoj, edhe domethënë në këtë formë trajt mënyrë, po gjithsesi varet në shumë herë bëjtë shaka, shumë herë. Po në këtë rast sonte do flas disi me logjik. Domethënë me logjik, domethënë pak a shumë do reprezentoj idetë e mia ashtu si unë i mendoj. Në këtë sens. Normalisht. Shiko, unë kam vënë re që edhe në momentet kur ti bën shaka, logjika asnjëherë nuk mendon, është goxha, është i prerë holl, është i mirë. Është i kënaqshëm le të themi, ose të paktën kërkon një farë lloj inteligjence le të themi për ta kuptuar atë çka fshihet mbas. Po varet, shiko këto, problemi është këtë se këtu jemi në platformë rrjete sociale fatkeqësisht, edhe fatmirësisht njëkohësisht. Rrjetet sociale kryesisht shumica e njerëzve janë në një nivel të themi jo aq të lartë për sa i përket dijeve të komunikimit, të oratorisë apo mënyrës mendimit, vetë logjikimit, se përfaqësojnë gjithë shtresat e mundshme të shoqërisë, dhe kështu është e gjithë shoqëria. Kështu që varet, e kupton, ajo që sa ti domon se si është ai imi, disa e perceptojnë, po ajo që është baza themelore është që unë jap mendimin e lirë. Kupton, unë jap mendimin e lirë. Kam kuptuar vetë time që dhënia e mendimit lirë, atje ku nuk ndihet jeta në rrezik, është shumë interesante. Edhe këtu TikTok nuk ndihet jeta në rrezik për aq kohë sa ti nuk tregon kush je apo gjëra të tilla, domethënë në këtë sens. Domethënë kjo është arsyeja kryesore që ti ke vendosur domethënë mos ta deklazosh atë identitetin tënd. Nuk është vetëm kjo, do ta them diçka tjetër, është memet. Njerëzit të bëjnë meme. Unë nuk kam qef që fytyra ime, imazhi im, e kupton, paraqitet duke njerëzit duke degraduar, duke sharë, duke ofenduar, nuk kam pritshmëri unë, e kupton, në TikTok kurse si nuk kam pritshmëri nga njerëzit. Po në të bëjnë çfarë duan, po kur marrin imazhin tat, figurën tate apo personin tat dhe ta degradojnë në mënyrë që domethënë nuk durohet, themi realitetin, dhe problemi madh që unë e bëj këtë është kjo se unë dikur kam pas video në YouTube që kam pas 40 milion views dhe i kam fshirë, e kupton? Flas që nga viti 2006, edhe e kam kuptuar që fama ka shumë pasoja, dhe një nga arsyet që ta them unë pse unë rri shumë kështu nuk shfaqem kush jam TikTok është se unë flas shqip, domethënë edhe shumica e njerëzve që më gjojnë janë
se shfutem shumë domar shqiptare, nuk them se s'futem në tuja, por shqiptare, unë flas shqip dhe shumica gjuzve apo njerëzve që unë kam kontakt tu janë shqiptarë dhe fatkeqësisht patësipëria dhe limiti i shqiptarëve, patësipëria nuk njeh limit ke shqiptarët dhe ata bëjnë disa gjëra që nuk bëhen në për vende tjera. Për shembull, ti kurse si s'mund shikosh në për shembull TikToket e Britanisë që bëjnë gjëra që bëjnë shqiptarët me TikToke që nxjerrin për shembull degradojnë për te imagjinatës, po. Në këtë sens. Shembull, na jep na një shembull. Paka shumë e rujt vetë. Po ja, për shembull dalin njerëzit marrin peng në TikTok. Kjo nuk mundohet Britanisë apo në Gjermani, se nuk të le policia, nuk të le shoqëria të dënon, nuk përkrahet nësa në Shqipëri, bëjnë buje, marrin mas atyre, po kjo nuk ndodh në shoqëritë emancipuara. Absolutisht nuk ndodh. Ra parë një ti ke problem ligjor të pa falshëm, ti do kapesh, do dënohesh edhe ti nuk hyn dot më në rrjetet sociale, se ata ta vënë kusht që ti nuk do hysh. Në këtë sens. Mendon se ne kemi atë thjesht tolerancën ndaj dhimbjes ose ndaj këtyre gjëra e kemi të lartë apo jemi thjesht ignorant? Këtë çështje tolerancë, çështje mos tolerancë, vujmë për opinion. Nga ana kulturore, kur dikush na ofendon, na shan apo na bën, ne nuk e durojmë dot, kupton, duhet hakmerremi sa më shumë mundshme. Edhe pastaj për shembull, ke disa karakter për shembull TikTok shqiptar që bëjnë tot fortin e gjëra të tilla, që nuk din bëjnë gjëra, por vetëm din të rrifen me njerëzit, zihen, bëjnë budalliqe të kësaj natyre, gjëra të tilla. Domthonë është fatkeqësisht për numrin e popullsisë ne kemi më shumë të çmendur se normalet, se popujt e tjerë, kupton? Mendon se kemi numër më të madh apo që në fakt kemi të njëjtin numër, po thjesht ata e ngrenë zërin më shumë dhe dalin kudo? Kjo që thotë mund të ketë formë logjike, më shpesh janë probleme. Unë kam marrë në Shqipëri dhe kam vënë re që shumica shqiptarëve kanë probleme psikologjike të caktuara. Edhe kjo ka të bëjë shumë me rritjen. Do të thosh ti pse? Ja t'japi shpjegim. Shumica e njerëzve që vijnë tuk TikTok, jo unë, sa unë jam ndoshta më mëshuar, janë paka shumë brezi i viteve 90. Në ato kohë ka kaluar një formë fëmijërie. Në ato kohë Shqipëria ka qenë komplet anarkizëm. Edhe rritja atyre anarkike ka prodhuar një filiz apo një pemë anarkike që janë vetë si individ. Në shumicat e rasteve. Edhe flasim deri nga vitet 2010, kështu ka qenë Shqipëria anarkit, sa jemi komplet. Tani sigur është pak më rregulluar, por prapë. Edhe ky është prodhimi dhe unë jam i sigurt dhe unë kam shkuar shumë shtete të botës. Shumë në Shqipëri shumica e njerëzve kanë probleme të saksuara psikologjike. Unë i shikon kudo. E ngren sarin, bërtasin, bëjnë gjëra që njerëzit normal nuk i bëjnë. Shumë aspekte. Kjo ekziston në Gjermani, edhe në Angli, edhe në Francë. Por nëse shikojmë numrin e popullsive të këtyre shteteve, shikojmë numrin e popullsisë shtetit tonë, në këtë sens. Po si ka mundësi që ndodh thua kështu, se po të dëgjosh domethënë jo këtë grup, mbase grupet të tjera ose për këtë emision idiotë, për shembull, jo ne jemi pellazgë plak, ne jemi raca më e vjetër, jemi të mençur, jemi të parët në botë. Si ka mundësi që pas kemi edhe më shumë budallënj në gjithë botën? Unë nuk mendoj që shqiptarët janë pellazgë parë. Edhe bazuar në shumë libra historike e kam kuptuar që s'kemi lidhje fare me ata, e para. E dyta, ne nuk jemi as racë e vjetër. Ne jemi popull i mbijetuar, nuk kemi krenari dhe i të shkuar për të qenë krenar. Absolutisht nuk e kemi. Imagjino, ne kemi jetuar e zamë se jemi lirë, se dhe kjo tezë është diskutueshme, nuk është binse. Se ka disa teza, edhe nuk është binse, po e zamë se jemi lirë dhe kemi mbijetuar nga malet e ilirisë, e zamë. Ne kemi jetuar ndërmjet dy kulturave më të mëdha botërore. Kulturës helenistike që ka lënë gjurmë të mëdha në zhvillimin e shoqërisë dhe asaj romake që ka lënë vajo gjurmë shumë të madhe në zhvillimin. Si ka mundësi ne nuk kemi pasur e kemi qenë kaq prapambetur. Nëse kemi jetuar ndërmjet këtyre dy kulturave dhe ne kemi qenë kaq prapambetur, tregon shumë për ne. Me të vërtetë tregon shumë për ne.
Në këtë sens. Popull s'ka gjuhë të shkruar, librat i ka shumë të vonshëm, shumë gjëra tilla. Po për këta që ishte goxha e fortë kjo. Për këta që dalin për shembull ka disa profesorë, profesor, domethënë në Shqipëri e më tej që thonë që plak Greqi s'ka, grekët ata kanë qenë shqiptar, thjesht tash janë grek, se din. Po rreth parë ata janë njerëz emocional që nuk ndajnë emocionin nga logjika e para. E dyta, ata kanë një ego të tmerrshme dhe nuk e kanë problem të deformojnë gjërat për të kënaqur egot e tyre njëkohësisht dhe për të marrë popularitet. E treta, që ka të bëjë me popularitetin që thash kjo dyta, është se një populli prapametër do t'i dëgjojë këto gjëra, se do të gjej krenarizëm kudo, se s'ka krenarizëm thuaj se na si fut. Edhe kur që këtë krenarizëm që diku në shkuar kemi qenë mirë, se tashmë si jemi mirë dhe s'kemi qenë asnjëherë faktikisht, po nga që si jemi mirë, do të gjejmë formë krenarizmi dhe këta e shfrytëzojnë këtë popularitet. Njëkohësisht si janë të aftë, por nuk janë të aftë. Nuk të aftë, unë nuk kam parë një profesor historie, themi dhe kam diskutuar shumë ata në Shqipëri apo që studiojnë që nisën dhe të studiojnë pse shqiptarët nuk janë i lirë. Pse nuk, nëse ata nisën me dinimin, ne do provojmë që shqiptarët janë i lirë, po nisu një anë të kundërti. Nisu të një pse nuk jemi i lirë. Edhe të shikojmë, kupton pse nuk jemi pellaz. Të shikojmë në tezat në mënyrë të mbrapsht që të nxjerrim diçka të mbarë, kupton në këtë sens. Gjithsesi krenarizmi jonë, di pse vjen apo jo? Nga padia, sepse ne kërkojmë shpëtim të shkuara, nuk shikojmë tashmen. Edhe një popull që jeton shkuar është një popull që si ka gjërat në terezit për tashmen dhe për të ardhmen. Themi realitetin, ashtu si është këto. Shumë realitetin. Po shiko, ideja është ta trajtojmë pak nga ana pragmatike plak, se unë kuptoj ku e ke ti, domethënë më pëlqen, domethënë skepticizmi jot është shumë i goditur, edhe unë i kam për zemër njerëzit që janë goxha skeptik, se është gjeneza e çdo lloj zbulimi, e çdo lloj kërkimi, po. A mendon ti se tani vërtet e kemi luksin ta marrim edhe të bëjmë studime të tipit hajde ta provojmë pse nuk kemi kështu, pse nuk kemi ashtu kur ne jemi të rrethuar geopolitikisht, domethënë nga çakej, nga gjitha anët që çdo ditë që kalojnë mundohen me një mënyrë apo me një tjetër duken që të na ulin apo të na nxjerrin të jashtëm apo të ku dëgjon tjetri. Kjo është e nevojshme dhe do të jap një shembull konkret. Në vitin 99, kur u bombardu Serbia nga forcat e NATO-s, shumë njerëz nuk e dinë, por në sallat e Brukselit në NATO, një profesor i quajtur Nel Malcolm ishte thirrur. Një profesor që ka PhD, një profesor që është Einstein i fushave të historisë ballkanike. Dhe pse u ftua këtu? Ky u ftua pikërisht sepse dushte një mendim akademiko-historik për historinë e këtij vendi, që të shikoshe që dhe nga konteksti historik kush kishte drejt apo kush ishte shtrembur. Dhe pikërisht u ftua këtë person. Pra, ajo që dua të them unë është kjo, që është e nevojshme që ne të dimë këto gjëra. Kupton? Është e nevojshme, por është e vërtetë, jemi me çakej rreth e qark. Është shumë e vërtetë. Po gjithsesi historianët për atë punë studiojnë jetën, pra ato e ndrytojnë karrierën, për të gjetur e vërtetat. Për shembull, ne do të shtyhemi nga e thënia e Churchillit që Balkans produce more history than can absorb, domethënë Ballkani prodhon më shumë histori se konsumohet. Mirë, por problemi është se duhet i nxjerrim to dhe t'i themi gjërat ashtu si janë. Në këtë sens, nëse ne krijojmë një imazh falso, atëherë ne nuk gjejmë kurrë paqe. Do të thosh ti ku e bazoj këto? Ja shikoj Izraelin unë, që është futur historisë dhe ka ndërtuar një histori e cila e ngren ato e bën mbi të gjitha dhe nuk po gjen kurrë paqe. Në këtë sens e shikojnë. Jo, unë kuptoj këtë. Analogjia është e mirë, po analogjia është pak e vështirë të vlej për Shqipërinë. Mund të vlej deri diku për Kosovën, po bazat janë edhe më të forta. E di pse e them këtë, oti, sepse për shembull në Izrael që futët kishin me qindra, po thuajse afërsisht
mijëra vite, u afruan 1000 viteve që nuk jetonin më atje. Kurse në Kosovë ka qenë gjatë gjithë kohës shqiptarët. Ose pak ato që kemi dokumentuar, e ke parasysh? E kanë qenë, po jo është në shumicën e kohëve e majoritet, kanë qenë dhe minoritet në disa pjesë fushët, po gjithsesi shiko këtu. Nëse themi për Shqipërinë e Kosovës, është pak e vështirë të shkpusim nga njëra tjetra. Flasim në sensin real, pak a shumë ne jemi e njëjta gjë, sepse jemi në dy shtete ndryshme. Edhe kemi ndryshime, por mendoj që kemi më shumë përbashkëta se ndryshime. Kështu që kur kemi më shumë përbashkëta se ndryshime, na bën që mos jemi diku të ndarë dhe pse jemi të ndarë, e kupton? Por padyshim mendoj se jemi në dy fazat ndryshme këndvështrimi ne si shtete për sa i përket ekzistencës tonë dhe ku do jemi dhe ku do shkojmë. E kupton, jemi pak si ndryshe, po njëkohësisht jemi edhe të njëjtë. Por unë e kuptoj. Po dëgjoj një ata Lena Koçiun që thoshte ne duhet bëhemi si Izraeli, duhet ngrejmë historitë se jemi kështu, le të thonë tjerë. Po kjo është filozofia e Hitlerit, thuaj 100 herë gënjeshtër bëhet vërtet. Nuk funksionon. Mendoj se e vërteta është gjë e mirë. Ne s'kemi nevojë të themi atë. Në disa pjesë kemi, në Kosovë kemi disa pjesë. Ndoshta. Për shembull. Ton. Po për shembull, ne mund të themi për shembull që populli shqiptar ka qenë gjithmonë paqëdashës, kur në disa raste historike nuk ka qenë e tillë. Për shembull, gjatë luftës së dytë botërore, ne kemi bërë krime të jashtëzakonshme. Për shembull, gjatë luftës së dytë botërore, ne kemi bërë krime të jashtëzakonshme. Si popull. Themi realitet. Kemi bërë krime në Çamëri, kemi bërë krime në Kosovë, kemi mbrojt jahuditët në Shqipëri, po i kemi dorëzuar dhe i kemi vrarë në Kosovë. Kjo do pak thellim. Çfarë lloj krimesh kanë bërë shqiptarët në Çamëri edhe pastaj në Kosovë? Po në Çamëri një rrepall ngritën këto, ka qenë një formë dino, mos gaboj, një person i cili ngriti këto batalionet pro-italiane, sepse preteksti i shpalljes luftës kundër Greqisë ka qenë Shqipëria, domethënë Italia i shpalli Greqisë luftë për Shqipërinë. Në këto preteksti ka qenë Shqipëria dhe për këto u formuan batalionet, cilat hyn të parat faktikisht në front, që luftuan kundër grekëve dhe gjatë pushtimit Greqisë që erdhi në vonë nga Gjermania, kishin batalionet me dinën që bën shumë masakra ndaj popullsisë greke, i vjedhshin, i gloposhin, i merrshin, i bashin. Por nuk mund mohojm faktin që grekët bën më shumë mbrapa, po të shqiptarët bën shumë. Se flasim realitetin, e kupton? Unë kam lexuar detaj këto, sipas asaj që them unë, e kupton? Po bën vite që kam lexuar, po kam një referencë, ti lexojmë dhe ne, me që e ke lexuar. Shko e kliko, shko për shembull, unë kam qenë për shembull ndjek gjithmonë website-un Quora. Nuk e di e ke dëgjuar Quora? Quora me q? Po, me q. Aty shumica e njerëzve që japin përgjigje janë persona të cilët janë akademik, që kanë referenca akademike, që kanë PhD, që flasin nga universitetet dhe kur shtrohet një pyetje atje, për shembull flasin për kollaborimin e shqiptarëve në Greqi, ati flasin me fakte, me teza, japin diskutime në shumë fronte, teza të ndryshme, kupton? Dhe aty mëson shumë sepse ka përplasje mendimesh që sjellin atë vërtetën. Kupton? Në këtë sens. Edhe shumë njerëz për shembull, shikoj, një popull i vet do të shikoj vetveten me kulturë kritike. S'mund të themi ne shqiptar kemi qenë kollaboristë gjatë luftës botërore. Edhe pse kemi qenë një popull tepër i vogël, kemi qenë. Shtrohet pyetja pse? Sepse u formua Shqipëria e madhe. E kishim faktor që ne në atë kohë domethënë do përkrahashim këto formë idesh. Që se Gjermania na formoi neve si një shtet i vetëm unifikuar me Çamërinë, me pjesën e madhe të Kosovës përveç Mitrovicës sotme, me pjesë Shkupit e gjëra të tilla. Kështu që normal ne kemi qenë kollaboristë, kupton, kemi qenë bashkëpunues me ta. Por ajo që ne nuk kemi mësuar shumë që kemi pas bë dhe krime, për shembull janë formu divizionet Skënderbek SS. Që vetë gjermanët u angazhuan shumë, morën me mirë ushtarë dhe pastaj dolën konkluzionin që divizioni SS dhe shqiptarët nuk janë të aftë për luftë. Sepse kur dëgjojnë një plumë fshihen më parë se sa futen në front. Në këtë sens. Domthon këto
Po seriozisht i kanë nxjerr ata generalët gjerman që ishin për formimin se kur po sulmonte Rusia, u formuan shumë shtete, u formuan divizione që ishin pro-gjermane. Dhe në Kosovë formuan këto, e kupton? Formuan këto divizione që quhet divizioni Skënderbeu. Ka pas nga 6.000 deri në 10.000 veta. Tonë që ishin për mbrojtjen. Mirë po, problemi është se gjermanë kuptuan një gjë që shqiptarët nuk ishin për luftë. Nuk ishin për luftë, thoshin, gjoshin një pushkë, ikshim shumë frikshim me vrap, e lishin pushkën ikshin. Në këtë sens, e kupton, nuk ishin disiplinën që ushtari gjerman kishte, disiplinën kolektive për edhe kjo qëndron, se disiplinën kolektive shikon kudo në kulturën e shqiptarëve që nuk ekziston. Gjithsesi, nëse i shikon këto dhe i lexon nga kora, tregojnë shumë gjëra. Dhe një nga aktet më të shëmtuara që ka ndodhur, kjo ka ndodhur në Kosovë, ka qenë dorëzimi i 200 shifutëve që ju dorëzua gjermanët, më duket nga qaferr, duket se si e ka pasur, më kujtohet se më bëj kohë që kam lexuar, edhe këta 200 shifut u shkuan edhe i çuan pastaj në Auschwitz, në kanë vdekur. Pra, nuk mund të themi që shqiptarët i kanë mbrojt jahuditët kudo. Në territorin e Kosovës, këtu kemi incident shumë keq. Ton. Shqipëria tash është dokumentuar që është i vetmi vend në Europë që kishte më shumë çifut mbas luftës se sa përpara luftës. Vërtet, po Shqipëria, po nuk po flasim këtu për Kosovën, për Shqipëria dhe një nga arsyet pse i Shqipëria është sepse ishte në projektariatin italian dhe italianët nuk i kanë ndjekur çifutët. Ton, në vitin 43. Pastaj mas 43-shit i mbrojti Shqipëria, por nëse flasim Kosovë, i dorëzuan. Themi realitetin, edhe këto janë incidente të shkruara që unë i kam lexuar edhe nuk i flas domthon nga një antifobi, shumë njerëz thonë ti anti-shqiptare gjërat, gjëra që kanë ndodhur. Ton, por padyshim që thotë, Shqipëria ka pasur më shumë çifut pas asaj dhe mendohet më afër 200 numri, që nuk është ndonjë numër kush e di mas. Po për ata si popull që po zhdukshin është numër i madh. Në këtë sens. Se dia, kjo është edhe unë tash mund të kundërshtoj, po të kundërshtoj kot e kjo pjesa se nuk kam informacion, duhet të informohem vetëm përpara që të krijoj një mendim. Por në qoftë se është siç ti po e parashtron, domethënë normalisht nëse ka ndodhur duhen pranuar edhe duhen njohur edhe sipër atyre duhet ndërtuar, se është ndryshe ka qenë më e madhe ndihmesa që i kemi në banë popullit jahudit Sadami. Nëse shikojnë në ato peshore. Por në Kosovë, po, ka qenë incident, është incident i mirënjohur që i kanë tërësuar. Se dia, është goxha pikpyetje e madhe, domethënë, unë s'kisha informacion. Ja, nëse ka në telefonin tjetër, nëse futem Google, nëse s'du të futem në Google tani se bëhet shumë. Për shembull, nëse thashëm Jewish, nëse klikojmë Jewish under German rule in Kosovo, mund ta gjesh, besoj. Po ti është shumë interesant dhe ti do ta gjesh, non. Po, unë shunoj për veten time, po ata që dëgjojnë më vonë këto në ditët kur del kjo pas 2 javësh për njerëzit që shikojnë free pasaj do Jewish under German control in Kosovo. Okej. Ama shikoj në incident, ti klikon sepse unë këtash kam din gjë këtu. Këto mos gaboj e kam lexuar ke libri i Nel Malko që quhet një histori e shkurtër për Kosovën. Është një nga librat më madhështor për historinë e popullit shqiptar, që i flet gjërat me specifizëm, unicizëm dhe me dokumentizëm shumë të gjatë. Përsëritë titullin e librit, se është e rëndësishme të porositen Një histori anglisht është Short Story of Kosovo nga Nel Malcolm ose një histori e shkurtër për Kosovën. Si e ka emrin dhe njërej? Nel Malcolm. Për mua ajo është historiani më i mirë për Shqipërinë. Ka shkruar dhe libra të tillë, ka marrë çmime shumë të larta, është njeri i nderuar në Shqipëri, në Kosovë, është jo grada në Beograd, jo grada në Izrael, nuk e di, më duket edhe Greqi, është akademik i parametrit lart, ka mësuar dhe gjuhën shqipe.
është një person I cili në mënyrën se si e trajton historinë të impresionon për te imagjinatës. Domthon, ai ti shpjegon gjërat në një mënyrë shumë konkrete dhe solide dhe asnjëherë nuk tundohet nga emocioni apo të marrë njerëzshmëri. Është me vërtet shumë dhe prandaj e ftun atëherë e Kenato ato. Do është akademik I parametrave të lartë. Është albanolog, mos gaboj tani. Ai dhe një tjetër që ka takuar një Londër, Nell Mocha, Tom Holland, janë dy historianët më të mirë për mendimin tim për sa I përket fushave, domthonjë që ata trajtojnë histori. Tom Holland, në këtë sens. Ka si aktori, por është historian. Ka parë një dokumentar të madh që quhet The Untold Story of Islam. Domthonjë historia e paditur historisë Islamit që tronditi komplet botën islame. Bile sa kohë kishte frikë se pse goditëshin mos e bëshin. Për çfarë fliste kjo Untold Story of Islam? Po fliste se si u ngrit Islami në përbotë dhe analizonte në një sens shumë shkencor në gjëra të tilla. Po unë kur e kam takuar një Londër, bilës më tha, nga Shqipëria mendoj se ishte musliman, I thash do pim kafe dhe ai mendoj se ishte musliman, mos kishte se më frikë se mos e vrisje në gjë, po është tepër I madh, është wow. E di faktori wow, ai është wow. Të dy këta janë wow në histori. Bëre shumë kurioz. Ti ke jetuar në Londër domethënë? Kam jetuar në Bristol, po dhe në Londër kam jetuar. Po këtë Tom Holland, këtë Nell Malcolm e kam pas shumë qef se kur kam has librin atij, I kam cituar dhe I kam shkruar çdo citat që e bante, por nuk I gjeje një gabim, nuk I gjeje një gabim librin atij, mënyrën se si I shtjellonte gjërat, se si I trajtonte, se si I bante, domethënë ti nxirrte anët e historisë aq qartë, aq bukur, aq pastër, mundonte ta hiqte gjitha tymin e panoramës që gjendet për origjinën e shqiptarëve, ta hiqte me aq delikatesë, me aq fakte, me aq ëmbëlsi, njëkohësisht me aq logjikë solide. Domethënë ishte tepër I madh për fushën e vet. Domethënë tepër. Gjunafë, që nga si tip mëkati që se kam hasur deri tani, se unë I kam qef këto të tjerë, po. Jo, shikoje ti glikoje, por domethënë ai e di kush është forta ati, se masi analizon gjithë tezat e mundshme për origjinën e shqiptarëve, kupton? Del në një konkluzion që thotë është mundësia më e madhe që shqiptarët mund të jenë I lirë nga malet, thotë mund, po gjithsesi kjo është më shumë një formë spekulimi se sa e vërtetë, që padyshim është më e mirë për interesin e shqiptarëve, por unë nuk e them se është për interesin, nuk e bëj për se është në interesin e tyre, e kupton? Në këtë sens. Po është tepër I madh. Po cila është, faktet edhe ose Nillin edhe Tomin e Lëmënjan edhe të tjera. Bindja jote personale për sa I përket mbarvajtjes historisë shqiptare, domethënë. Cila është? Se unë si bleonve të them mendimin tim shkurt, domethënë unë jam I bindur që ne jemi pasardhësit më të afërt dhe të vetëm direkt të I lirëve. Shiko këto, ky është mendimi im tani. Edhe po them me të vërtetë pse herë tjera se them. Unë personalisht mendoj që unë nuk jam historian, edhe pse di shumë për atë fushë. Dhe për këtë arsye unë duhet marr mendimin e historianëve. Dhe kam dëgjuar shumë mendime, po mendimi I këtij personi më pëlqen më shumë se të gjithë, që ne nuk e dim nga kemi origjinë. Fatkeqësisht. Edhe unë mendoj për aq kohë sa faktet nuk na binde 100% për I tezës, unë do ndel me tezën dhe do të luaj nga të dyja portat. Kur has dikë që thotë jemi I lirë, unë I them nuk jemi, kur has dikë që thotë nuk jemi I lirë, unë I them që jemi. Dhe kjo më bën mua të jem interesant në llojin tim për sa luaj me këto dy porta. Okej, hajde, po them unë tani, nuk jemi I lirë. Ma mbush mendjen tim mua që jemi. Një nga arsyet pse ne mund të jemi I lirë sepse nuk ka një popull tjetër që ka ngelur nga I lirët. Që kërkon që të jetë origjinën e tyre. Sllava u hidhet poshtë gjërave të tilla. E para. E dyta, duke marrë parasysh territorin e shumë të thapisur Shqipërisë me male gjëra, ka shumë gjëra që
persona që jetojnë 100 vjet këtu mund të kenë jetuar edhe 1000 apo 2000 vjet. Do sa shumë i thepisër. Tan një nga arsyet e tjera është se për shembull një nga arsyet e tjera është sepse nëse romakët kanë jetuar buzdetit dhe ata kanë pasur gjuhën latine, shqiptarët flasin të njëjtin gjuhë si ata për sa i përket ushqimit detit që quhet pesh, vjen nga fjala peshe. Që në një farë mënyrë këta kanë pasur kontakt me këta, kupton? Në këtë sens. Një nga gjërat e tjera është fakti sepse nëse shikojmë dy ndjet slave, të cilat kanë pasur shumë sukses, kanë shkuar thujse deri në Greqi e vene tjera, për sa i përket terrenit thepisur të Mirditës e këtyre veneve që janë shumë thepisura, nuk kanë pasur mundësitë si nga ana e kohës vjetër që nuk ka pasur mjetet e gjëra, po domthon në një farë mënyrë edhe nuk ka pasur agrikulturë atje të zhvilluar e gjëra të tilla, kështu që nuk i kanë pushtuar, pra në një farë mënyrë nëse shikojmë turqit nuk kanë pushtuar Mirditën kurrë, slavës besoj se kanë bërë këtë, kupton? Jo se s'mund ta bëshin, po nuk kishin interes ta bëshin, kështu që atje mund të ketë. Ja, mos jam në Mirdita fare. Nga jeti? Nuk kam bëj fare. Nuk jam diku nga Shqipëria mesme, por nuk jam nga Mirdita. Ase kam lidhje. Nuk flas me ndjenjë emocione, apo ti je Mirdi, por nuk jam. Po të them, thjesht ta bëra vetëm për kuriozitet, sepse e ke zërin shumë të ngjashëm me një mikun tim nga Mirdita që e përshëndes. Pra, domethënë këto janë disa fakte, kupton? Pastaj nëse shikojmë nga ana tjetër ka shumë fakte, antifakte. Po. Më tani, hajde, më reshto dhe ca antifakte, le ta bëjmë pak interesante, më reshto ca antifakte. Nëse dhe përdor ku luhet me dy porta almenim. Nëse ne themi ilirët, ne kemi prejardhë nga ilirët, duhet kemi parasysh që ilirët ka qenë popull shumë më i vjetër se romakët dhe për këtë arsye ata kanë jetuar buzdetit. Nëse shikojmë në buzdetit, ushqimi kryesor është peshku. Atëherë pse duhet ta vjedhim nga italianët fjalën peshk? Ku ne duhet kishim një fjalë tonë, e para. E dyta, nëse kemi jetuar ne në kufit me kolonitë e famshme greke apo me popullin, ta themi, helen, siç ishin Apollonia, Dorikum, Leza, gjitha këto që janë qytete themeluara greke, pse kemi kaq pak fjalë në gjuhën greke dhe nuk kemi kaq fjalë shumë në gjuhën e tyre? Edhe pak nuk kemi tash, kemi disa, thjesht nuk është e mirë studiuar, se më nëse do i futesh me kokë, do gjesh siç gjen fjalë nga gjuha brute latine, që në shqipja ka shumë. Ka dhe shumë fjalë që janë me origjinë helene të lashtë, domethënë, se kjo greqishtja e re është shumë ndryshme nga ajo që ka qenë. Një gjë tjetër për shembull, duke marrë parasysh se në Ballkan ka jetuar popull si thrakët, dakianët, e gjitha. Pse mos kemi prejardhje nga ata ne? Nga ana tjetër, pse mos kemi prejardhje nga Albania e Kaukazit? Një emigrim i mundshëm ka qenë thuj se serbët emigruan rreth 100.000 veta në Ballkan. Okej, edhe ne mund kemi bërë një emigrim që nuk është ka qenë ndoshta emigrim jo aq i, mund të ketë ndodhur ndoshta mas Dark Ages që u pranu krishterimin. Pra tezën që shtyn historianët serb që për nga të Albaninë e Kaukazit, domethënë, nuk ka fakte historike që Dakord jam me ty, se në Malkoni hut poshtë, po ka dhe shumë kontrafakte që diskutohen. Pra, për të hapur debat, ka fakte nga të gjitha krahët, po dy nga tezat më të besueshme janë këto, dakiane dhe iliriane, por gjithsesi do të kemi parasysh që në jetën 500 vjet edhe iliriane edhe dakiane, po le menjan maqedonët. Po flasim për Maqedoninë, jo ata që kemi tani, se tani janë këta biskota. Për shembull, Shram ka thonë jemi pasardhës të fisit Besi, që është një tezë tjetër, mirë për kur e ka diskutuar në Malcolm dhe ka shtjellu gjithë në fisin Besi nuk thuhej për shembull fush kruj, por thuhej kruj fush. Mrapsh fjalët, e kuptoni si i shpjegonte nga ana lingvistike, kupton në këtë sens. Gjithsesi, ajo që është si ide është kjo, ne nuk kemi fakte 100% se nga jemi. Po një gjë është e qartë, ne pellazg nuk jemi, sepse pellazgët nuk janë ilirianë. Ilirianët nuk janë pellazg, kjo është e prerë me thikë dhe e qartë nga historianët. Është e prerë kjo. Se pellazgët nuk janë ilirë, po ilirët janë pellazgët. Jo, si mund të jetë njëra apo tjetra.
Pellazit kanë jetuar në gjë. Është puna e katrorit olla. Katrori është drejtkëndsh, po drejtkëndshi s'është katror, e kupton? Pellazët janë shumë kohë përpara ilirëve, përpara ndarjes. Dakor, ilirët kanë ardhur shekullin e 16. Në gjë është pak e vështirë kjo ta diskutojmë si tezë. Po ajo që është thelbësore dhe kryesore, duhet ta kemi të qartë ne si shqiptarë se ne në gjithë botën njihemi kështu që mund të jemi pasardhës të ilirëve. Nuk e kemi definitive. Mund. Aty thot mund të jemi pasardhës të ilirëve ose Adher Paulo njerëz antik vjetër që kanë jetuar në Ballkan. Pak a shumë. Po mos harrojmë 500 vjet në Turqi e ndryshoi komplet genin e shqiptarit. Don, shqiptarët kanë genin, po flasim për identitetin e bursit. Genet, pastaj ai Ballkani është i gjithë një sup perimesh njerëzore. Jam dakord me ti, gulash. Është gulash, padyshim. Non, se për shembull dhe grekët e sotëm për shembull janë komplet duken domthon ndan 3-4 grupe ndryshme, janë komplet ndryshe, kupton, janë komplet ndryshe nga ç'ishin përpara. Kupton? Në këtë sens. Mise, unë mendoj se po ta marrim historinë neto, jo vetëm këto që themi ne, jo 500 vjet Turqi, të gjitha të tjerat, grekët janë më të përzierë se sa ne. Po padyshim se të kanë qenë shumë më të zhvilluar se ne, dhe gjithë njerëzit e shkojnë këtë zhvilluarit dhe zhvillimi sjell përzierje. Për shembull, nëse shikon popullin e Britanisë, që është një popull shumë i zhvilluar, shumë i përzier, sepse zhvillimi sjell përzierje. Kështu do ndodhe me Gjermaninë që po ndodh. Nëse shkon Berlin ka përzierje të jashtëzakonshme, apo në Francë apo në vende të tilla, kupton? Berlini vetëm Gjermanisë është. Ore, edhe kam bërë një dyer si do ta menduan se ajo ideali i Berlinit sipas Adolfit ishte që ta riemëronte me emrin Germania dhe ta bënte kryeqytetin të perandorisë dhe në një të ardhme shumë të largët të botës. Edhe në fakt Berlini sot këtu ku jemi ne, domethënë me kaq sa po shohim e ka arritur atë. Edhe pse ai është kudo që ai është, ndoshta në gropa apo ku dëgjoj unë. Është krijuar, është një kryeqendër domethënë e pa shembull. Se është edhe Londra dhe Parisi që janë më të forta ekonomikisht edhe kanë një përzierje domethënë. Po kjo vitaliteti edhe thjeshtësia që ka Berlini nuk e ka as Londra, as Brukseli, as Parisi, se ato janë të komplikuara, janë Unë mendoj që ti duhet shkosh në New York ose Londra dhe pastaj do kesh një mendim disi më ndryshe për to. Mbase, nuk diskutohet. Thjesht është ajo sepse Berlin nuk dominon multikulturalizmin e barazi standarde, por dominon më shumë domethënë të huaj që janë më shumë turq. Kupton? Nëse në Londër, në Paris, tu sa që bota. Berlin plako, unë nuk mendoj se ka një popullsi që ti nuk e gjen. Edhe nuk po them vizitor, po flas njerëz që jetojnë. Jam dakord me ty, jam dakord me ty. Gjithsesi, unë mendoj që ne diskutojmë për gjëra shumë interesante se sa historia, sepse siç ka thënë edhe njëherë Churchilli, prodhon më shumë se historisë e konsumon. Hajde kalojmë çik në aktualitet pastaj. Si e shikon këtë vendimin për këtë diplomat e studentit mjeksisti? Normalisht nuk është një shembull i tillë, po është situata të dëshpëruara sjellin vendime të dëshpëruara. Me vërtet sjellin vendime të dëshpëruara. Është fakt kjo situata. Unë mendoj që mund të krijosh një formë logjike racionale për të dyja krahët e mendimit. Për shembull, nëse dikush thotë Shqipëria shpenson kaq fonde për këta individ, t'i edukoj, t'i bëj, se gjatë arsimimi është falas Shqipëri, kupton? E të gjitha këto etj. Pse duhet të ikin këta, t'ja heqim këtë mund që shteti ju jep tyre të ikin diku tjetër? Edhe farë mënyra është mënyrë e drejtë. Në ana tjetër medaljes është fakti, këta persona shfrytëzojnë jetën vet për të filluar karrierë, tani do punojnë me një vend që as u jep ato që meritojnë, atë shumë gjëra tjera, edhe pse duhet kufizohen ata të punojnë ku duan në botën e tyre, kupton? Edhe problemi madhor diku është apo jo?
nuk është ky problemi i Shqipërisë. Problemi është që shtetet e zhvilluara tani kanë filluar një si të them një kolonizim ndaj vendeve të dobta disi ndryshe, duke u thithur intelektin. Pa thisin intelektin, e kupton? Për shembull unë ja thithin intelektin, për shembull edhe qëndron njerëzit e squar për shembull shkojnë edhe thotë do ikit jetojnë në Kanada valla. Pse të rri unë në Shqipëri? Të merrem me burokracinë, vend i keq, vend negativ në shumë aspekte, shumë fusha, jeta ime nuk është e sigurt, jeta ime nuk është e saktë, kultura është e dobët, vendi është i lodhur, infrastruktura është e keqe, pagesa është katastrofë, me pacientët pësojmë drama më shumë se në vendet e tjera. Pse të rrim në Shqipëri, kupton? Kështu që është thik me dy presa, por siç thash është vendim i dëshpëruar. Por do të kemi parasysh gjë, që kur vjen disa ligje, gjithmonë ka mënyra që u ikën atyre dhe u shpëton. Unë nuk mendoj se kjo do ndalojë emigrimin. Po më që nuk do ndalojë emigrimin, ajo nuk diskutohet fare, nuk mendoj se ka njerëz që mendojnë që kjo do ndalojë, po thjesht unë shiko, në këtë pikë përputhem. Më ndryshe nga të tjerat në këtë pikë përputhem që ja vlen ta realizosh ose ta mirë kuptosh atë argumentin që thotë që dale se janë shumë lekë më të mëdha, po e vërteta mendoj se peshorja anon nga ana negative. Ky lloj ligji, kjo lloj bariere ka shumë herë më shumë gjëra negative se sa pozitive, domethënë. Sepse edhe këto pozitive që ne aludojmë që janë, sepse janë taksat e njerëzve edhe që në Shqipëri është i vetmi vend që ka më shumë ikje nga mjekët për shembull, por ka dhe mungesë mjekësh në të njëjtën kohë, që është absurde. Për shembull. Nuk mendoj se është mënyra e dur për ta bërë këtë gjë, valla. Shembull do të them diçka, kjo që thotë është totalisht logjike, po do të them diçka. Unë nuk kam respekt për mjekët në Shqipëri. Dhe unë mendoj personalisht, kjo është individuale, mendoj që njerëzit më të këqij që gjenden në shoqëri shqiptare janë mjekët. Në ku koncepti i qenit human i ka bërë ata mos jenë human, nuk ekziston brenda tyre. Unë nuk kam parë kurrë njerëz që janë aq makabër se mjekët në Shqipëri. Asnjë vend s'kam parë. Në makabriteti i mjekëve në Shqipëri është, kështu që për mua dhe po t'ikin është okay. Sa funi do shndrohen si ata që janë këtu. Kështu që në një farë mënyrë ajo që thotë qëndron, dhe kjo po e them nga eksperjenca ime personale. Por unë do të them diçka të tepër interesante. Unë jam rrit në Britani, kam jetuar vite të tëra atje, po e vajta para një viti, asi vit jo, kam pasur të bëj me spitalet në Shqipëri dhe shkova ke spitali Nën Tereza. Katastrofë për te imagjinatës, edhe dyrët nuk i kishin lyer mirë. Njerëzit që vejnë në recepcion të japin një recetë, shkova me një njeriu tjetër. I japin dhe emrin nuk din t'ja shkruajnë. Jo vetëm kaq, po dhe ditëlinjen ja shkruajnë ndryshe, datën ndryshe, muajin ndryshe. Vete futesh nuk ka radhë, njerëz që përtasin, doktor që nuk ti thon as lutem as faleminderit, ato sallat e pista. Domthon është me të vërtet, domthon kur fillon të mos e pëlqesh vendin ta, kur e shikon vendin ta të gjeni me vërtet krijon një formë llefi për nga vendi që vjen valla. Kur i shikon në këtë formë, e kupton që ti vet atje një doktor që shikojnë vetëm ku të zhvasin, të marrin lek, që as bluzat nuk din t'i lidhin mirë apo t'i kopsitin mirë, që e kanë arrogancën në çdo gjë që ti shikon që nga mënyra se si lëvizin e imagjinon më të hapin dorë, që nuk kuptojnë asgjë dhe kur ti fillon e i pyet pse mendon se kam të diagnoze, gjërat ja fillojnë në nxefin edhe thon pse vendin shim ti dihet mia. Janë për t'i kapti për plas gjithë masmorit, ta them realitetin, njerëz pa të këshima negativa që jetojnë. Aq shumë kanë pa njerëz të vujin, ata që janë zhvesh nga çdo lloj dhimbje që mund t'i krijohet brenda humanizmit tyre, o ka zhduk humanizmin ato që shohin ata për ty, kupton? Në këtë sens. Ta them të vërtetën fare.
Mirë, po tani ti mendoj, unë s'mendoj se ka faj direkt mjeku, se shoqëria, burse po ti vëshe gjithë mjekët e rinj që dalin, domethënë shumica kur që e prindërve që i thonë, nuk i thonë bëu mjek se është gjë e bukur, i thonë bëu mjek se mjekësia ka lek. Ata i para përgatisin fëmijët për korrupsion. Po pra, po këtu fillon problem. Ore, një gjë, unë nuk e di ke hasti me mjek, po unë kam hast. Arrogant. Nga njëshi dhe ke 10 arrogant 11. Maskarej në sensin e mirëfillt individual, nga njëshi dhe ke 10-11. Temperamenti, nga njëshi dhe ke 11 katastrofë me të bërtitë të më të mëdhaja, kupton? Qa të mund, abuzues, gënjeshtar, mashtrues, njerëz të cilët nuk kanë janë zhvesh nga çdo vlerë e kontestit human. Që llogarit kur u futet që doktor se e kapin me korrupsion burg, gjithë mrihen demonstratë thonë, jo, ai është i mirë, pse e fute, pse e bate, kupton? Se mbrojnë vetveten e tyre. E kam vllajën tim psikolog. Edhe është psikolog tepër i aftë, punon në spital, edhe ai më thot tekstualisht shumë. Nëse do të shikosh se sa të këqij janë njerëzit, hajde në spital. Se kur u bë koronavirusi, më thot, kanë bë katastrofë, kanë zhvesh njerëzit e kanë ndërtuar për 2-3 muaj nga 3-4 vila për individ. Ja, është, unë e kam parë njerëz, se shumë njerëz mund të quajnë anti-shqiptar, kanë shumë inat. Nëse do ta shikosh Shqipërinë se si është, shko smuru, shko kur ke probleme ligjore, kur përballet me shtetin, shko në burg, ose shko dhe të përballesh me nëpër zyra, dhe atëherë të kuptosh se çfarë veni jeton. Ta them kështu, brutalisht. Jo, këtu për arsye të mia personale, familjare dhe shoqërore nuk të kundërshtoj. Këtu fatkeqësisht ke të drejtë. Problemi i madh, është një nga problemet më të mëdha kjo. Mirë, hajde e heqim të sipas asaj ose mendjes tënde ose sipas mendimit tënd, cilat përveç kësaj që përmendëm tash me mjekët, domethënë, cilat janë 3 problemet më të mëdha në Shqipëri? Unë mendoj se problemi themelor në Shqipëri janë plerat. Unë mendoj se Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik, dhe një vend turistik vizohet baza themelore është jetë i pastër. Shqipëria është një nga vendet më të pista që kam parë, dhe unë kam qenë me shumë vende të botës. Njerëzit i hudhin plerat kudo, nëse si shkon në autostradën nga Durrësi në Tiranë ke gjithë plera rrugës. I hudhin njerëzit, nuk e ka fajin qeveria, e kanë njerëzit. Edhe kur e kanë koshin aty, nëse shikon video të unë i hudhin jashtë, nuk i hudhin kosh. Domthon është pislluku, është për te imagjinatës. Domthon kjo futet ke përgjegjësi kolektive. Edhe shqiptarët përgjegjësi në masë. Jo, do të tregoj se nuk është ka bëj vetëm me njerëz, do të tregoj gjë. Jetoj unë në Tiranë. Rregull, edhe unë shikoj gjëra shumë domosht. Unë në Shqipëri nuk jetoj dot, se kam një vite sa që po jetoj, edhe pse shkoj shumë jashtë shtetit, se ashtu i kam problemet e mia, edhe nuk jetoj dot vetëm nga ato që shikoj. Do të them një gjë. Ç'është mjesti dalin sa njerëz me ngjyrë, që i kanë saktuar këta që të bëjnë këto punë të pastrimit. I pastrojnë ato plerat. Ç'a ndodh? Zbresin 200 kalamaj lujnë e gjithë i hedhin plerat në tokë. Nuk shikoj një fëmijë që nuk i hedh plerat në tokë. E bëjnë pisluk për te imagjinatës. Aty lujnë, aty hajnë, aty urinojnë, i kanë të gjitha aty. Domthonë në çdo pallat është pisluku për te imagjinatës. Dalin nga supermarketet, i marrin ato recetat, i hudhin tokë edhe kur e kanë koshin aty afër. Njerëzit e pinë kanaçen e hudhin tokë. Isha një ditë, ja do të tregoj konkretisht se kam munduar tani t'i bluj këto gjëra me heshtje, se do të tregoj ca episode tjera. Shikoj një plagja 80 vjeç, edhe siç e kishte kanaçen e hudhin tokë. Edhe nuk e di merr spontanisht se nuk kisha qef t'ja hedh. Kupton? E i thash, po pse hedh në tokë, më shikoj kështu i vari dur. Ç'a ti thoj alla? Kupton? Po imagjino, ke 500.000 veta në Tiranë, 400.000 hudhin plerat në tokë. Po nga i plerë ditë u bën 400.000 plera, u bën mal aty. Edhe Tirana është llumë kazanin në çdo lagje, në çdo rrugë, llogarit edhe ato gropat. Pse ata kanë parë Tirana është zemra plak. Tirana vjen gjithë njerëzit, gjithë studentë, gjithë shkolluarët, gjithë ata që janë intelektuale, pseudo-intelektuale, akademike, etj. Në Tiranë ke gjithë ata. S'ka ngel më një tjetër. I ke pa gropat apo pusetat apo gjërat e tilla apo to gjërat e ulta në rrugica janë gjitha të mbushura me plera. Të gjitha.
Po sepse ja do ta them, njerëzit do bënin ndryshimin. ja do ta them unë pse shoqëria shqiptare nuk ka evoluar në atë standard për të pranuar edhe për të respektuar përgjegjësitë kolektive. Nuk ka arritur në aty. Do të shkoj dhe diçka tani. Do të tregoj diçka tepër interesante. Shiko. Pardje kam ardhur në fshat ke prindrit, edhe më thanë prindrit të ikësh blesh 2 kg mish diku. Sepse është ditë pazari. Rregull? Po, eksakt. Edhe u shkoa unë zgjoha herët mjes, sepse zgjohem të ishte nga ora 7 dhe shkoj ke pazari i baktive. Nuk isha shkuar ndonjëherë. Do të asigurojnë që 4 orë kam nejt aq i tronditur, aq sa që nuk më hashe së mbasha asnjë gjë, kam humbur 2 kg peshë, do thosh ti pse. I kishin lidh ato kecat për kamësh ata të bërtiçi me. Njëri e kapi një kecë, bleu e futi në jark, nuk e zinte arka, donte ta thynte në mes ta paloste ta fuste në ark. Ai bërtiste me. Kupton? I shikoj një tjetër bleu disa keca atje, kapi një makinë dhe i fuste, i lidhte për kam si për njëri tjetrit, i ute mrena ata bërtisin me, si form humanizmi, nuk e di si e kam përmajt vetveten kur kam pa një tjetër që më qelloi afër që e lidhte atë kecin e tërhiqte zvarshën rrugë për ta fut atje, dhe është i them po mimolla, po do ta hash, po vraje në mënyrë humane, po tregoj që je human mërkafsh, ishe gati me gjut. Jo këto gjëra që në Shqipëri o jemi populli primitiv vëlla në çdo esencë, kupton, jemi për te imagjinatës primitiv, nuk ka ndryshim këtë vend. Harroje. Kupton, humanizmi është zero, përgjegjësitë kolektive zero. Ti më thunë, në Europë kur vritet i kafsh, vritet në mënyrë humane, vritet me pistoleta të cilat domethënë nuk i krijojnë dhimbje kafshës. Këta i marrin zvarrit, torturojnë para se t'i vrasin, i bajnë, i lidhin ato pulat, i man dorë, i hecin rrugë atje, kupton, i therin kafshët në mënyrë primitive, sikur bajnë kurban apo gjëra tilla. I shikojnë qente rrugës të lodër të sakatose që i thyn kante, i bajnë. Nuk jemi popull i mirë. E pash tek profili jo që kishte postuar atë video, ku thoshte nëse do të kuptosh se çfarë jemi ne, shifni qente rrugës, që kishte dërguar atë që ishte shumë interesante. Jo, po ke 20 qenë që shikon rrugë gjithë me kam thënë, ne jemi popull, unë ta them me të vërtetë, në Shqipëri nëse të jeton shumë vite larg, ti nuk mund të jetosh dot në ato gjëra që shef. Dhe këto janë baza e probleme themelore se turistat vinë mos e shikojnë këto gjëra. Do të tregoj një të fortë fare me që ti jeton në Gjermani. Isha në Tiranë para Jejmut. Vetëm kur shikoj një mace e vogël kotele, e kishte një çun, i cili ishte nga ato skuterat, i kishin heq syn, kotele ja kishin heq syn. Ta maskarejt, e kupton? Edhe ajo e vogël donte të hante me sy dhe i kishte marrë ky çuni këtu në skuter, më tha, di gjë ku ka i veteriner këtu. Kupton, po ne pash ka bardhësia fytyrës e gjëra të tilla që kishte gjë nuk i jetonte në Shqipëri. E i thash, ka një aty më duket thor, tha po më pushon zemra, tha çka ke, tha unë jetoj në Gjermani, sa kam marrë, si do jetoj unë këtu, tha kam ardhur këtu tani, tha. Si do jetoj unë me këto, tha po, i thash mos u mërzit se kam marrë një vit, i thash edhe po ta tregoj që nuk ekziston. Dhe këto gjëra janë bazat themelore të zhvillimit tonë. Turistat nuk kanë qef të shikojnë këto gjëra. Pastërtia, trajtimi kafshëve, ja të themi problem tjetër që madhore në Shqipëri. Njerëzit nuk din ngasin makinat. Nuk din të ngasin makinat. Një moment, tani, shkatrues, një moment. Se para se të kalojmë të makinat e problemi tjetër, dua të bëjmë të diskutojmë që të pjesën e kafshës. Hajde o vllai dashur, na më tregoti mua tani çfarë të bëjmë ne me ata qenë që kemi rrugëve. Lej macet, se macet nuk bën ai dëm shumë të madh. Ato bëjnë dëm të madh në fakt kur dalin që bëjnë ferale, ferll, tegrat, me që janë mace rrugës, domethënë, po që prap jo të njëjtin dëm edhe frikë, siç ishte ajo video e asaj turiste që u sulmua nga 15 që janë në Vlorë. Tani, hajde ti më thuaj mua se çfarë do bëjmë ne me këta. Okej, ja do ta tregoj shumë të thjeshtë. Ne vetëm duhet të respektojmë fondin që na jep Evropa për këtë. Po ne e vjedhim. Çfarë do thotë? Që çdo që në Shqipëri paga shumë merr 6000 lekë muaj. Okej? Që është më se mjaftueshme për t'i ushqyer ata. Duhen sterilizuar. Radh parë. Okej? Duhen sterilizuar. E dyta, nuk ka shumë qenë rrugë në Shqipëri, më burr. Nuk ka. E treta, duhet heqim gjithë metodat. Unë isha një ke liçeni
Tiranës pashi qenë shumë mirë, nesër dolin që i kishte helmu bashkia. Ne duhet kuptojmë që ne jemi specia më inteligjente për sa i përket vendit tonë dhe për këtë arsye ne duhet kujdesim për ata që janë më pak inteligjent apo s'kan inteligjent, janë instinktiv si puna kafshësh. Ti je kundër kështu euthanizing, domethënë put down, që ti unë nuk po them ti helmosh rrugëve që bëjnë ata kafshët, po që thjesht të grumbullohen edhe të largohen një nga një. Me ato gjilpërat. Mi gjato. Nuk ka Shqipëria, nuk është një problem madhor, nëse thojmë në për shtetin e Thirrës së Amerikës, është një problem madhor për këto hogs, derrat e egër që shkatrojnë fushat e gjëra dhe ta i eliminojnë. Në Shqipëri qenë nuk janë problem, se ka shumë pak. Për shembull, nëse shkon ti në Fier ke 50 qenë, nuk ke më shumë. Nëse shkon në Elbasan ke 30 qenë, nëse shkon në Tiranë ke 500 qenë apo gjëra të tilla. Nuk janë probleme i madhor këta për të eliminuar. Nëse këta sterilizohen, ta sigurojnë me atë buxhet që marrin ne në Europa i mirëmbajmë shumë mirë dhe ja si bëhet. Shumë e thjeshtë. Hapin vene ku mirëmbahen, okay? Me fondet që na ka dhënë Europa paguajmë dhe punëtorët. Po këta çfarë bëjnë? Këta i helmojnë ose i lënë rrugës se vjedhin fondet vetë. I vjedhin fondet se janë njerëz primitiva, nuk kanë ta sens humanizmi, janë llumi njerëzimit janë këta, i vjedhin vetë fondet edhe. Edhe për këtë arsye nos kjo që nos. Kështu që nuk ka problem Shqipëri për qend. Problemin e krijojnë këta që nuk i respektojnë fondet. Fondet që a jep Europa. Se këto janë fondet që a jep Europa. Këta i vjedhin. Ja mbaroj filmi, sepse fondet paguhen. Fondet paguhen. Unë mendoj që ka e para fare ka më shumë qenë se sa aq, domethënë unë jam nga Berati, për shembull, herën e fundit që isha në Berat, domethënë vetëm në një rrugë ishin 13 qenë. Po ti mbledhësh gjithë bashkë qenë që dalin rrugë për zotin lar plako ishte ora diku tek nuk e di 11 e ca, edhe unë isha duke ikur në shtëpi, po i kanë në këmbë, kupton se ka vdekur, Berati ka mbaruar komplet. Edhe o plako ishin 13 qenë, po si duket ishte një buçe mes qenëve meshkuj domethënë, edhe po merreshin me ata se unë atje tani ka filluar edhe kishin pastruar çik, as gur nuk ishte, as shkopi nuk ishte, ç'a ti bëja unë aty? Mirë, shifta më gjatë. Kjo është fal qeverisë. Po them, çdo qenë merr rrafër 6000 lekë muajit. Nëse ata ja japin një personi këto 6000 lekë, që të jetë person me vlera humane, ai mund ta marrë qenin, marr 30.000 lekë dhe ta ushqej 30.000 lekë, se s'do qeni më shumë. Ka zgjidhje është shumë e thjeshtë. Problemi është se ç'a bëjnë këta nuk i bëjnë këto fonde dhe pastaj i marrin qenë, i grumbullojnë dhe i çojnë sa me qytet dhe bën ata grumbull dhe bën agresiv. Shtrohet pyetja pse ti thu ishin 30 qenë bashkë, po ishin pra, se po kërkoshin për femër. Po shtrohet pyetja, po ti sterilizojnë këta, siç e sterilizojnë nuk do kërkoshin për femër, nuk do ishin 30 qenë aty. Okej? Nuk do ishin aty bashkë. Mendojnë që nuk është nevoja ti largojmë, domethënë thjesht ti kastrojmë. Nuk është numri, vetë kastrojmë, nuk është numri i mas. Nuk ka një numër të mas, qenë thush për në Bukuresh në Rumani, hajde më është problem, dakor. Po jo në Shqipëri, kupton. Unë kam qenë në Guatemala, kam qenë venet prapametra si Brazilie, Perue, qa janë gjithë ato shtetet, i kanë, po nuk kanë qenë sa dush rrugë, po nuk i trajtojnë si ne, nuk i trajtojnë si ne, që dhe janë të varfër, ndoshta më të varfër se ne, por nuk i bëjnë këto gjëra si ne. O e thjesht, ne fujmë nga sensi i mos pasurit nivel normal të humanizmit. E kemi të seksuar, tepër të seksuar. Por e tepër të seksuar, i kapte keca ata dhe i fuste në furgon, jo në furgon, në këto makinat e vogla, fut keca, ai myllte me njëri tjetrin, në kupton? Ai bërtiste me. Po është kafshë ajo, ka dhe ajo dhimbje. E gjëra të tilla. Domethënë unë t'jem qeveri, unë këta njerëz i dënoj nga 10 vjet burg. Pa diskutim fare. Jam absurd. Nëse e shoh njeriu që hudh plerën rrugë i ve 1 milion lekë gjobë. Që kur ta menoj mirë kur ta hudh, e kupton? 1 milion lekë. Këtë jam dhe unë. Për këtë për gjoba duhet për shkallëzim dënimi për këta plako sepse janë njerëz që nuk e di, shiko, edhe unë kur kam qenë i vogël në Shqipëri, edhe unë e kam bërë mo, edhe unë kam hedhur letra në rrugë, kemi hedhur ku dëgjon kështu gjëra çokoladash e tjera, po më vonë pasaj pasi u ritëm, domethënë
U bë ai sensi, domethënë që i fusim i mbaja për xhepa pastaj. Ishte e mbaja për xhepa derisa të vijnë në shtëpi ose derisa të gjejë një kosh apo tjetri, domethënë se e kupton. E mbaja mend unë kur ikja në Tiranë atëherë kaloje në Urvagurore tani i thon Dimal asaj domethënë dhe kalojmë te në një urë të lumit ato buzë. Disi ishte aty kur kam po bëhet fjalë 10 vite, 15 vite përpara. Plako ajo ishte gjithë ajo ana e lumit domethënë nga që vërshonte ai her pas herë. Ishte plot qese. Ore vetëm pa nisur me bidona dhe me budalliqe të tjera, vetëm qese ishin te i mase më valla. Ore një lloj një sasi që të filloje të numëroje ato domethënë ato zinte gjumi se nuk i dilte fundi. E kupton kishte. Po shikoj shumë njerëz, që më shkruajnë komente. Më shkruajnë shumë komente, më thonë njëri për shembull jetoj Berlini është kështu pler, por nuk ka shanse të jetë Berlini pler, ka pler apo jo si këtu valla. Këtu është për te imagjinatës, e kupton, është për te imagjinatës. Berlini është pler, ka plera shumë domethënë edhe ka pislëk. Shiko, pislëku Berlini nuk është në mënyrë direkte të plerat, është në shumë gjëra të tjera, por nuk është si në Shqipëri, po natyrën. Nuk kontimenon, nuk e përfshihet natyrë, po e ditë si është dalësh pak në Tiranë, jo pakëre. Po ty është lagjet e rrethinave të Tiranës. Është domethënë kur bi shi, mushet ajo asfalti me ujë dhe fillojnë të krijojnë ato larvat, ato viruset, ato gjëra që ka tubacion. Është vend ku ti të smuresh. Mbaroi filmi. Kupton? Dhe ne si vend turistik, unë pranaj thasha primare, që si vend turistik ne duhet kemi pastërtinë, radh parë. Pastërtinë, isha javën që kaloj në Madridun, shkëlqente pastërtia, ku do më. Qa kanë më shumë se ata njerëz, ne njerëz ata, çdo të rrugë, çdo aspekt, shkëlqente, kupton? Shkëlqente. Ora ka qytete në Europë, është Brukseli, Lum, është Parisi, Rom e tjerë. Po prapë jo si këtu, ne jemi tepër vend i vogël më burr. E diti që në Shqipëri plerat pastrohen shumë lehtë nëse ne vendosim të hedhim plerat në kosht. Kosht e vllai kosht. Është shumë e thjeshtë. E di. Ore, po të ndalemi të pjesa se ti e përmendë disa herë pjesën se vend turistik. Po pse mo, aq e shikon ti zhvillimin e Shqipërisë vetëm te turizmi? Është mega gjigant turizmi në Shqipëri. Do të thosh ti pse, se me një ka disa aspekte të shpejtë. Turizmi në Shqipëri është pa dyshim burimi më i madh dhe faktori më i madh për të pasuruar. Edhe do ta them pse. Do ta shpjegoj në shumë mënyrë detajuar. Ne duhet kemi parasysh faktin që në Shqipëri shumica e turistëve ku shkojnë për hotele që i kanë individ privat, në për shtëpia që i kanë individ privat, që i kanë njerëz dhe biznese privat, nuk i ka shteti. Duke marrë parasysh që ne jemi shtet tepër i korruptuar, ky lek shkon direkt në xhepat e njerëzve. Direkt njerëzve në xhepat e njerëzve, sepse nuk shkojnë nga shteti, nga shteti vjen nga njerëzit. Duke marrë parasysh që Shqipëria ka relief, si det, si toket, gjitha këto dhe është si formë, është si ta them, është i vendi prapametër, po interesant për ata të zhvilluarit. Këtu për shembull ka shumë njerëz që mund shkojnë për shtëpia, domethënë, edhe leku shkon direkt ke njerëzit. Dhe për këtë arsye është e ardhmja më e madhe për sa i përket zhvillimit të ekonomisë shqiptare. Unë mendoj është nishi, sepse turizmi mund blej shtëpi, mund vit prish para, mund të haj, mund të pi, mund të bëj shumë gjëra, se nuk kemi vetëm turizëm veror, mund kemi edhe dimëror, malore, gjëra të tjera. Dhe unë mendoj që është baza fundamentale, harroj këto tjera, të kupton se këto tjera i ka gjithë bota, por ne kemi Shqipëria është vend i bukur nëse shikojmë nga sensi, sa i vogël është e gjëra të tjera. Dhe jemi në mes të Evropës, nuk jemi larg. Jemi rreth vendeve të pasura, që mund të vinë shumë shkurt me avion, thotaj, do iki në Tajland tetor, që është i mrekulli, pa dyshim është Tajland tetor, apo do iki una në Bahamas, ku kam qenë në Zama, apo le të themi Jamaica, pse të shkoj një orë në Shqipëri apo diçka e tillë, e kupton? Edhe turizmi ka shumë vend për turizëm në Shqipëri, ka shumë vend. Një problemi më është se shumica e njerëzve që vinë në Shqipëri nuk vinë më për herë dytë. Se shikojnë pikërisht të probleme. Shikojnë të probleme, që them unë.
Po çfarë mënyrë tjetër zhvillimi mund të ketë Shqipëria përveç këtyre? Shiko këtu, rast parë, një Shqipëria, shiko, mund të jetë energjinë elektrike, po korrupsion i madh. Unë mendoj, shiko, turizmi është baza e parë. Një gjë tjetër që mund të ketë në Shqipëri mund të jetë agrikultura, nëse zhvillohet. Shtrohet pyetja pse? Pse mund të jetë agrikultura? Sepse shiko këtu, nëse ne prodhojmë agrikulturë dhe sjellim turistat, jo ta eksportojmë, po i ha turistat vetë aty. Frutat, perimet, këto gjërat e tjera. Ndërsa këto, për gjërat të mëdha nuk kemi ne çfarë zhvillohemi shumë. Nuk kemi. Këtu për çfarë do zhvillohemi? Për hidrocentrale duhen miliarda lekë investime. Miliarda. Bota po zhvillon forma teknologjike shumë të avancuara, uji është në mënyrë primitive, e kupton? Mund të arrijmë diçka, po prapë jo miliarda. Ne nuk kemi, nuk dim t'i bëjmë gjëra të mëdha në unë. Nuk kemi aftësi t'i bëjmë. Nuk kemi. Ku ti mund diçka për shkak ku mund zhvillohet Shqipëria? Ku? Për çfarë? S'është e vështirë për këtë gjë. Pra po, shiko, Shqipëria në çfarë mund të zhvillohet, unë nuk e shikoj te agrikultura, zhvillimin agrikulturor, unë e shikoj për më shumë për tregun e brendshëm, se tregu i jashtëm është goxha e kufizuar. Tregu i jashtëm për sa i përket agrikulturës shqiptare do ishte vetëm në për sa i përket ullirit, edhe në produkteve të veta një, siç janë bërësia për djegje dhe vaj, pastaj ulli që ja dalin si frut apo perim apo ku dëgjon vaja emri si duash, edhe për prodhim alkooli që mund të prodhonte verë të mirë, mund të prodhonte edhe alkool të fortë spiritus që ku hyn rakia, domethënë se duhet kemi edhe parasysh që është pa Afrika një nga më të fortat në Ballkane dhe normalisht kërkesë kapërt. Po këto janë, domethënë pile pale, janë gjëra të vogla që nuk do sillen ndryshim shumë të madh. Aty ku shikojmë zhvillimin e drejtë për drejtë të Shqipërisë është e heqim turizmin me një anë, është se Shqipëria për të zhvilluar si eksportuese ka të vështirë, po atë çka Shqipëria ka shumë të lehtë është vetë furnizimi. Shqipëria në shumë lloj degësh, në shumë lloj si me hidrocentrale, si me këto minerat e vogla që ne kemi, si me atë pak naftë që kemi. Në qoftë se këto nga mënyra inxhinierike do shfrytëzoheshin ashtu siç e bëjnë dhe vendet e tjera, ashtu siç janë të destinuara që këto resurse të shfrytëzohen, të ripërpunohen dhe të futen në treg, në qoftë se Shqipëria do bënte të njëjtën gjë me këto resurse që ne kemi, ne do plotsonim një pjesë jo të vogël, por një pjesë goxha domethënëse të tregut me resurset që ne kemi. Por ne nuk e bëjmë këtë, sepse ne jemi aq mortje, aq të vdekur jemi ne. E kupton sa ne e nxjerrim naftën aty ku e nxjerrim, në ato kushte skandaloze, që janë bindur që i ke parë ato lloj puthesh, e kupton si punojnë edhe në çfarë kushte që janë, edhe sa afër qendrave të banimit janë. Marrim, e grumbullojmë, punëtorët mezi i paguajmë, e çojmë në Itali, atje rafinohet edhe kur vjen e njëjta naftë që ne çuam atje, rafinohet atje, vjen ashitet ne me çmim kolosal pastaj. Këta jemi ne. Mundësi Shqipëria ka, ne kemi, shiko, do të kemi edhe parasysh edhe resursin human, resursi më i vlefshëm nga të gjithë. Është resursi human. Ne kemi njerëz, e kupton? Edhe siç e përmendën ti pak më parë me të drejtën e Zotit, që vendet e mëdha po i marrim. Ne si popull në radhë të parë, pastaj si qeveri në radhë të dytë, edhe etj, nuk dim ta vlerësojmë njeriu, nuk dim ta vlerësojmë, sepse ne nuk ka sukses njeriu i ditur, edhe njeriu i ndershëm, edhe njeriu i mësuar. E kupton? Edhe kjo nuk është vetëm nëpër televizor edhe nëpër kështu, po edhe në jetën e përditshme. Sepse neve nuk i vlerësojmë, se shumica që unë kam trajtuar edhe në një episod më përpara me mikun tim Marianin, që e përshëndes, ne duam followers, e kupton? Duam ndjekës. Ne nuk i vlerësojmë njerëzit që mendojnë ndryshe, njerëzit që kanë një ide, njerëz që kanë një lloj metode të re pune, njerëz që mund të sjellin diçka ndryshe nga çka ka parë tregu deri më sot. Jo, ne duam një lëpirë zbythe me nder muhabetit që po e them unë,
me nder muhabetit, një lëpirë zbythej që kur përqoftë ti zgjohesh si shef ose si pronar i dyqanit apo i firmës apo një ditë tjetër, nëse ti zgjohesh keq, ky tipi të vinë mbrapa. Këta lloj njerëzish jemi ne. Ne nuk duam një njerëz që të ketë ego personale. Ne nuk duam një njerëz që të thotë që okay, egoja ime është e lidhur me egon tënd. Nëse fitoj unë si punëtor i firmës tënde, atëherë do fitosh ti. Ne nuk i duam ta njerëz, se na duket sikur do na marrin, na si ndonjë gjë. Na duket sikur ta na shfrytëzojnë, kur është e kundërta. Edhe kjo është nga problemet më të mëdha, por mos them problemi numër 1 më i madh që kemi ne. Inxhinierët për shembull shqiptar në Gjermani kanë emër shumë të mirë, e kupton? Në përgjithësi, pastaj po të futesh tek fusha e ndërtimit në cilën nuk punoj, domethënë normalisht nuk diskutohet fare që kanë emër të mirë. Krahasuar edhe më çuditshme është që krahasuar edhe me italian edhe me francez, domethënë e ka më të mirë. Kjo vjen normalisht për arsye sepse kam shumë herë më shumë shqiptarë se sa italianë dhe francezë që punojnë në Gjermani për arsye ekonomike etj që ne i dimë, por nuk është standard i vogël, nëse është mund konkuron me portugez, polak, bielorus, çek, slovak, e kupton? Janë të gjitha po kujtoj që nga GPT-ja edhe nga GDP-ja dhe nga shumë faktorë të tjerë, për shembull, janë shumë herë më të fortë se sa Shqipëria plak. Po prap ne arrim të nxjerrim me gjithë ato sisteme të shkatëruar, me gjithë ato kushte të vështira në shkolla, me gjithë ato mungesë materiale etj, prap arrim të nxjerrim njerëz që kanë ambicie. Edhe ne kemi dështuar si komplet, sepse ne nuk dimë që gjithë këta ambicie që shqiptarët kudo që shkojnë të tregojnë se arrin maja, një fjetë shumë e madhe, ne nuk arrim ta kanalizojmë për veten tonë. Ky është problemi. Që të them diçka, se unë të gjua me meni këtë gjë. Po unë kam një mënyrë tjetër të filozofike të benimit, apo cenit benimit. Unë mendoj se shqiptarët janë të aftë, ta bëjnë verin e vetë. Unë kështu mendoj. Nëse unë do them jam totalisht gabim kur ta bëjnë. Ditën që të bëjnë unë me krenari më të madhe do them unë isha gabim në ato që thoja. Po deri atëherë unë ai qëndroj këtë mendimi. Dhe mendoj ky mendimi shtytës dhe më i mirë që mund të ekzistojë. Po unë të them diçka tjetër. Unë nuk e di sa vjet ke në Gjermani, po unë thjesht jam rritur jetën time në Angli, thujse. Pse duhet një njeri me një ambicie të vit jetoj me një vend ku asgjë s'e funksionon? Pse më? Pse? Po i galla jeta është tepër e shkurtër. Vlera mi gjithë vlerave është jeta. Se mos e shpenzoj jetën time në Kanada, ku sistemi pretendon apo jo se para shkutje. Okej, më dëgjon? Gjë. Pse duhet ta shpenzoj jetën time në një vend si Shqipëria? Jo, mollai atje ku sistemi është i ndërtuar, është gjasmë efikas, ku respektohet me pam, ku bën një jetë shumë qetë, ku ambiciet e mia nuk hasin në djallëzi dhe pabesi dhe kurthe që nuk i mendon as imagjinata njerëzore. Pse duhet rri në Shqipëri? Shkoj atje unë. Jetoj në Kanada për qef, marr më shumë para, jam më i lumtur, jam më i qetë, nuk vuj nga problemet e themeve, nga kulturat, nga djallëziat, nga poshtërsirat që jetojnë çdo aspekt. Pse mos e bëjmë këto? Më mirë shkoj atje unë. Do në këtë sens. Të them realitetin. Për shembull, ti do të bësh inxhinier, do të bësh një femër me sukses në Shqipëri, po më do hapësh këmbët kudo. Kam një vite ca në Shqipëri ka filluar të kuptoj këto gjëra. Do të shkosh diku, do poshtërohesh përpara tjerëve që të arrish diku. O një gjë, unë them se shikoj shumë njerëz optimizëm për Shqipërinë. Unë kam dalë me konkluzion shumë qartë për vetveten. Ky vend nuk bëhet dot. Fatkeqësisht. Është e pamundur të bëhet, sepse është ndërtuar është një piramidë. U bëre shumë pesimiste, si me nuk e Jo, është një piramidë shumë të mira, shumë kontroversiale etj. Tani po nuk beson edhe ti që bëhet, tani ti pse i jep mesazhet e mira nëse mendon se nuk bëhet? Por do të thonë është një piramidë e ndërtuar totalisht mbrapsht. Totalisht mbrapsht. Do ta them pse nuk bën, do ta them pse, do ta them në sensin më fill. Nuk ka evoluar ky popull në atë standard që të bëhet. Fatkeqësisht. Nuk ka humb sensin e krenarisë. Ka humb sensin e sinqeritetit. Ti je i sinqert, je budallan këtë vend. Po është faktor, shikoj unë, je budallan de facto, po që je i sinqert.
po respektohet rregullat e përgjegjësisë kolektive je budalla de facto. Por është fakt i pamohueshëm këtë. E merr vesh ti. Bëhet biznesmen i madhërishëm, i suksesshëm, Ermal Mamaqi dhe do udhëheq klasat shqiptare se si të bën biznes kur nuk u paguën rrogat punëtorëve siç the ti. Bëhet biznesmen i suksesshëm ai sa i mirë çka ka i mani që nuk u paguën rrogat punëtore. Bëhet ai i naftës ku thoti kur nuk i paguën rrogat punëtorës. E ngren veten e vet me dëshpërimin dhe vujtjet e njerëzve tjerë. Çka ka këtu për të bërë? Thuaj ti çka ka për të bërë. Ti e kupton? Ja do të them diçka, po dëgjoj ata është një organizatë që quhet kjo po ngrihet i formë partie politike që quhet prit më se si e ka. Ndoshta e diti që janë lehta intelektualët e ri. Nis me thuria duka, nuk e se si e ka, nis me thuria. Në rregull. Gjithë ata flasin aq bukur, janë aq logjikë, janë të arsyeshëm, ata s'kuptojnë diçka. Janë të destinuar për të përfunduar të korruptuar. Edhe pse ata nuk duan do ta bëjnë, është e pashmangshme se që të hypësh në pushtet Shqipëri, ti do korruptosh në një pikë apo në një pikë apo në një fazë apo tjetër, do bësh aleanca me të korruptuar, që atë fillon korrupsioni. Domthonë, unë ai kam humbur gjithë shpresat për këtë vend. Unë ta them jam jo skeptik, po skeptik dhe realist për te asaj të vërtetës. Dhe mendoj ndonjëherë është pa mirë të mendosh shumë që ta bësh njeriu thot bëj kundër se shqiptarët do t'rregoj filozofinë për shqiptarët. Kur mreti zog, italianët i kërkoshin mretit zog diçka i jepte të kundërt, dhe ata i thanë më mirë pi kërkojnë bardhën kur duan të kuqen. Edhe populli shqiptar më mirë ti thosh të kundërtën që të marrësh ato. Thuaj s'bëhet që të bëhet. Se po i the bëhet do ngelin aty ku janë. Unë jam shumë kritik, unë jam tepër kritik për vendin tim. Jam kritik. Nuk kam doza optimizmi. Biles mendoj, se unë kam bajë një fëmijë tani në Shqipëri, unë mendoj që je vetë kundërshtues deri diku plako, se unë kam vënë re, domethënë pavarësisht teje çakave, teje batutave etj, domethënë, ti sado që ti do të bësh të negativ që nuk e shpresë, nuk e kështu, por nuk mund ta mohosh që ti ke shpresë, se materiali jote tregon që ti ke shpresë, sepse ti jep mesazhe, sepse ti mundohesh. Një njeri që mundohet ka shpresë. Nëse nuk ke shpresë, nuk mundohesh më, heq dorë. Ti ke shpresë. Se problemi është shikoj këtu, ka është një fazë tjetër që e ka buna. Është një fazë kjo që thotë qëndron, por është një fazë tjetër pastaj që fillon e bën satirë. E kupton që ke shpresë, po e krijon diçka me satirë. Për shembull, ke varë programet shqiptare ti fiksin që ata bëjnë satirë, shtrohet pyetja pse ata kanë pranuar atë realitet. Bëjnë satirë, duan të rregullohen, po bëjnë satirë sepse ajo nuk do rregullohet. Këto në një farë mënyrë trajtojnë një problem thjesht më shumë si formë satire. Unë do ta them ty ka gjë, shpresa vdes e fundit me njeriu, jam dakord me ty. Sa do unë jam tip optimist për çdo gjë. Por unë mendoj që optimizmi në kulturë, kur merret me popull, duhet kultura që ka pas Franca dikur vetë kritike, vendin ta duhet ta kritikosh në mënyrë barbare. Absolutisht barbare. Nuk duhet të Shqipëria, bukur Shqipëri, jo më valla, jemi keq, që të bëmi më mirë. Është plazhi i Ksamilit i bukur. Jo më valla, do ta kritikoj se hedhin ato ujërat e zeza në det. Gjithmonë do ta kritikoj që të shtrydh më të keqen për të nxjerrë më të mirën. Në këtë sens, kupton? Unë kështu e mendoj, kupton? Për shembull, i thoja dita aty të nismës së thurjeve, jo, nuk bani, ju do korruptoni. Sepse kur i godet në këtë mënyrë, unë ngel atyre në psikozë. Shiko, unë nuk jam dakord me këtë pjesën. E di pse nuk jam dakord? Se si e kam vënë re, domethënë që ose sipas mendimit tim mendoj se ti bën gabim në këtë pjesë, sepse ti mendon se se të gjitha ata nismë thurje mendojnë si mendon ti. Ti mendojnë se të gjitha ata nismë thurje unë nuk kam ndonjë gjë kundër atyre, unë kam pasur edhe biseda direkte me pjesëtarët e tyre, kam pasur edhe një nga ato të tyre në podcast etj, kanë goxha bagazh. Po si përgjithësi nisma thurje apo kushdo që ti jetë, domethënë. Në këtë mënyrë ti mendon që çdo njeri është si puna jote, ka një lloj egoje, ka një lloj ambicie dhe vizioni. Njerëzit që kanë këto tre gjëra, domethënë, nëse i thuhet diçka në të tilla ujëra, siç ajo siç e sipër përmendet ti, domethënë, atëherë ndodh ajo që ti mendon se do ndodhi, që ai ti ngelet në psikozë
Edhe ky individ kujdeset që këto gjëra mos ndodhin, domethënë sepse e ka gjithmonë në trurin e vet. Kurse unë nuk mendoj se është e vërtetë kjo, sepse nuk mendojnë të gjithë njerëzit si mendon ti, apo se si mendoj unë. E kupton? Ati vërtet mund t'ia thuash, vërtet mund ta kritikosh të, po njeriu ose ai lloj individi, në qoftë se ai në atë moment është i jetur për pushtet, ose për të ardhur në pushtet, ose për të marrë një postë, ose për të marrë një karrige, ose për të qenë këshilltar, nuk ka rëndësi fare se çfarë ke thënë ti përpara. Po, këtu është problemi, sepse kapaciteti i tij intelektual, nuk ka lidhje se sa I ka thënë Bleoni apo shkatrues. Njerëzit nuk duhet vinë për pushtete për karrige, jo. Duhet jemi si puna Albimi që vinë për të shërbyer popullit. Këta njerëz do si duan fare, dëgjoj këtu. Unë I shikoj shumë njerëz, do t'rregoj një rast interesant. Isha një në Tiranë, unë erdhi Edi Rama, ose kisha parë ndonjëherë, por duke kisha parë se ishte kolos. Domthon kishte një aureolë të madhe ku njerëzit rrethoshin. Edhe gjithë ato që shikoj aty në lavdroshin e fliçin. Nëse unë mendoj ndryshe, po ta takoj I them ball për ball gjërat, I them, ti s'ke pastruar qytetin, s'ke bë këto. Unë mendoj që duhet I godasësh me kritikë, ore le të jem unë elementi negativ. Rëndësi ka rezultati. Më kupton si ta duhet ketë njerëz si puna ime që ekzistojnë. Ja të them një rast konkret. A u doq Kur'anin në Suedi? Në rregull? Më dëgjon apo jo, se nuk po të shoh tani dhe nga që të kisha shive atë kohë domosdoshmë nuk po shoh. U doq Kur'anin në Suedi? Shumë njerëz thonë që ai personi është negativ. Po në demokraci ti mund t'i bësh këto gjëra, ai mund të jetë njeri I keq, por bën një akt demokratik. Kupton, në këtë sens, le të jetë ai keq, po qëllimi sa vlen. Edhe unë kështu jam, ky është elementi se si jam unë, kupton? Edhe pse unë s'merrem me politikë, unë le të bëhem I keq, le të bëhem gabime, gjëra të tilla, rëndësi ka rezultati. Unë nuk kam as ego për pushtet, as ego për të qenë dikushi, as lloj forme të këtyre gjërave. Unë nuk I dua këto gjëra. Unë dua konkretisht që kur heci mos shoh plera në rrugë. Unë dua mos shoh kaq dënuara. Unë dua që njerëzit marrin radh drejt si njerëz dhe jo të mlidhen turm si bakti. Unë dua që pas ke vdekje fare ato plerat. Unë duaj që kur kaloj vizat e bardha mos shikoj as majta të djathtas, po të eci vizat e bardha dhe ai të ndaloj. Unë duaj që kur dal në qytet mos dëgjoj boritë e njerëzve pi që të më shurdojmë vesh kur kam 500 halle dhe 1000 në kokë. Unë duaj që kur ecin rrugë mos më bjerë kama ngrop. Këto du. Nuk du këto gjërat, edhe këto janë gjërat që më kanë bërë mua që Shqipërinë mos e du si vend, valla, troç muhabeti fare. Mos e du, valla, edhe pse kam dashuri se kam lindur këtë vend, prap nuk e du. Në këtë sens. Kupton çfarë them? E kuptoj. Në këtë sens, unë du të kemi një normale, unë as politika, as gjasja, unë du që në vendin tim, më bojnë shumë krasime, nuk du të atje, le të jetë Parisi lumë, unë du vendin im mos jetë lumë. Unë nuk du as I krahasim me shtetet e tjera fare. Unë du që ne kemi më mirë. I lezetshëm se mamën se ti je, mama mia thot borit nëpër metropole fatkeqësisht nuk ndalojnë pavarësisht civilizimit. Ndalojnë I dashur ose e dashur, se nuk e dim se çaj je apo si identifikohesh. Ndalojnë. Nuk ka buri në atë lloj farfeje si në Shqipëri. Ikni në Londër ti e dëgjoj buri makinën. Kur? Sepse quhet ndotja agostike ta heqin 6 pikë patentës direkt. Ikni dëgjoj buri, ikë dëgjoje. Të veç Napoli do të dëgjosh, jam dakord me ty, se dhe Napoli kaotik është ku njerëzit nuk respektojnë se është në sundimin e mafjas. Po ikni në Madrid të dëgjoj buri. Ikni ti në Paris dëgjoj buri. Ikni domthon në qytete të mëdha dëgjoj buri pas kusht. Ska fare buri. Nderuari ose nderuari. 25 vjet kam jetuar në Angli, nuk kam gjuar një I bori që të bjerë kot. Ta I bin kot, rrin aty presni, bin kot, për rrëja më, mos më thuaj. Ora, unë du veni im të jetë më I miri. Nuk du të jetë Londër më e pastër, du të jetë Shqipëria. Nuk du të jetë Zvicra më e pastër. Nuk du të ketë më rregull në Zvicër se Shqipëri. Du të ketë në Shqipëri më rregull. Duhet që njerëzit Shqipëri të sillen më edukat. Nuk du të shikoj kafshë të dhunuara në Shqipëri. Nuk duhet valla. Nuk du të ati në Afrikë I trajtojnë më keq, më rregull, po I trajtojnë, e vërtetë. Unë Shqipërinë vendin tim nuk e du. Kjo më caron. Nuk du të hasë me mjek barbar në vendin tim. Nuk du të ati fare se çfarë bëhet në Afrikë, por në vendin tim unë duaj që me vërtet kur biknojnë ata këngët folklorike, më thonë mos sa krenar me je shqiptar, ta kenë me praktik pse jam krenar. Okej? Jo me budalliqe me këngë, me folklore, me satira të saj natyre. Kështu jam unë.
O ja, do të them edhe diçka tjetër. Njëra nuk mbijeton dot pa tjetrën. Unë jo, këto mendime i kam ndërtuar nga një praktik në terren. Ja, do të them, unë kam qenë shumë pro plazheve publike në Shqipëri, kam dash të ketë plazhe publike në Shqipëri sa dush. Kur kam vajte i kam pa plazhin privat, shkëlqente nga pastërtia dhe plazhin publik zhul që nuk ulshe dot, unë mendoj totalisht që populli shqiptar nuk meriton as si plazh publik. Nuk e meriton. Kështu jam unë. Jo ma parpar. Gjitje e fort kjo. E kupton, nuk du që as si plazh mos ketë as si plazh publik, se nuk e meritojnë. Kur ta meritojnë, atëherë ta marrin. Kështu mendoj. E më thot babai mu ti je radikal ndonjëherë me mendimet e tua. Jo më jo. Se isha një ke, s'kisha shku kur, se unë s'kam shku as Sarandë, kështu ku Sarandë, kam shku në për plazhe, po së qytet jo. Isha një në Spille. Isha në Spille. Në Spille kishte, jo më fal, jo në Spille, ke Gjiri Lalzit. Kishte plazh publik, plazh privat. Ngjit me njëra tjetrën. Kur them ngjit, ngjit. Shikoje plazhin privat, i pastër, nuk kishte një kanaçe në rrugë, në atok. Edhe deti aty ishte më i pastër gjë. Sa hidhje më maton syrin, direkt pisluk, kanaçe, qese, çdo gjë kishte aty, nuk i kishin hudhta, ishin aty se i linshin njerëzit. Dhe unë aty i thash vetës, hey, ti gjithmonë ke qenë pionier i plazheve publike. Shikoje realitetin, ndryshoje këtë mendim dhe unë ndryshova këtë mendim. Se shikoa edhe diku tjetër, dhe kuptoha diçka. Në plazhe publike, në plazhe private njerëzit nuk i hedhin plerat në tokë sepse kishin frikë. Nga njerëzit që kishin plazhet, ndërsa atje në privat nuk kishin frikë dhe i hedhshin. Edhe për këtë arsye unë mendoj nuk e meriton këtë plazhe publike. Dikush mund të vinë me racionalizoje, të më thoja ne këti, po vere ti dhe shikoje. Vere shikoje dhe flasin. Më jep një minutë kohë, atë 2 sekonda, bëj çik reklam për podcastin, erdha. E di, po nuk para vin këtu podcasti, ja, Jori X do naftoj ca njerëz. Në këtë sens. O Jori, si jeti një njerë? Mama mia, një nga qytetet më të pastra që kam pa në Evropë është Londra, për rrëma. Sa është për 15 milion banor, nëse Tirana asë jas 5-600 mijë është unë plerë kudo. Mama mia, kam qenë shumë vendet botës, unë deri në vendet më të prapametra. Pas ka në Shqipëri, shumë vendet, edhe në vendet prapametra, po ma Shqipëria është shumë e pistë. Mjafton shikosh autostradën Durrës-Tiranë, edhe shiko rrugës si i kanë hudhë qeset e kanaçet. Rex ke ardhur në Shqipëri. Qa veni je në Shqipëri, Jori Hex? Jori, ku je konkretisht Shqipëri të në? Se ti shkon këto vendet ekskluzive dhe ndoshta nuk e shef realitetin vende jo ekskluzive. Okej, Jori, problemi është nëse ti del jashtë Tiranës dhe shikon si është Tirana, habitesh apo edhe në për rrugë, plera kudo ke. Pisluk, ato rrugë, ato trotuaret, copa. Mama mia, ku konkretisht je në Londër ti? Qa veni në Londër ti konkretisht të them unë është pis apo s'është pis? O Jori, po do rrish shumë kohë në Tiranë? Jemi. Nese. Edhe më mërzit me momentalisht barkin. Ja, kjo thot është në barkin, unë kam qenë barkin disa herë, është 500 herë më i pastër se Shqipëria, po nese. Shiko të mia, unë i them këto gjëra sepse unë mendoj patriotizmi i sotshëm është se unë mendoj patriotizmi është ndjenjë primitive, është ndjenjë e individit primitiv ose një kulture primitive. Unë kështu mendoj. E kupton që është e tillë. Gjithsesi në disa raste është e nevojshme. Për shembull Albin Kurti e ka të nevojshme këtë ndjenjë primitive sepse cënohet vetë jeta e popullit që ai ka. E kupton në këtë sens. Në Kosovë është i nevojshëm, me zamë, them unë. Nësa në Shqipëri unë mendoj se ka një lloj
ka një lloj patriotizmi si puna ime që kritikon Allah për çdo gjë. Unë mendoj kjo është e nevojshme. Detyra e gjithë secilit jetë skeptik të kontrolloj, të informohet dhe pastaj të kritikoj. Është normale. Unë ta them kam një vit e ca në Shqipëri që po jetoj, një vit e ca. Në qoftë se unë kam hudhur jo një plerë, po një kuq shpresë në rrugë ti pëm për shtusurat. E kam pajtur edhe kur s'ka pas kosh e shkret, ta çoj atje. Edhe shumë individ më thon pse si mledh këto plerat që filmon që bëj video, nuk mledhun nga askush edhe fare. Kush i hudh le ti marr vet. Jam shumë radikal në të pikë. Kush e ka, unë nuk marr asnjë shishe që është hedhur në tokë. Ka kushdo ta ketë hudhur, unë nuk e marr. Unë si e filmoj e pasqyroj aty e nuk merrem fare me to. Por çdo gjë time unë e hedh në koshplerën. Edhe kështu të sigurt, kam 2 mace i ma, bëj dheje për ato, i baj, kam koshet e plera larg edhe i çoj edhe lodhem ato i çoj, po kur nuk i hedh una. Nërsa kam shit nga balkoni i hedhin plerat me qesën tokë. Atje është kështu de facto, kupton? Majt hunës më ka ardhur, majt hunës, nuk du t'i jesh shumë, kupton, në këtë sens. Në këtë sens. Është trisht. Nëse. Nuk ka shumë, më shumë se trisht. Për këtë herë se edhe u zgjatën goxha se normalisht to ngarkohen edhe më vonë për të dëgjuar pjesa më e madhe se nuk është se ka shumë ndjekshmëri këtu në TikTok. Unë kisha shumë pyetje e të tjera domethënë, por që s'mund t'i bëj dot. Sa edhe kështu që do të lutesh atë të bisedonim herë tjetër përsëri. Po, vimuna kur të kem kohë, kupton se kam i djalë të vogël tani dhe jam i zgjan thoshte në disa pjesë. Po vime burr, s'është problem, diskutojmë për shumë gjëra. Këto që thash unë në një farë mënyrë në folën për disa pjesë të vendit tonë, kupton? Po ne mund të flasim për shumë gjëra të tjera, për situatën politike në Kosovë, për rolin e Albinit. Pikërisht, flasim për shumë. Këto janë 2 gjëra që unë dua t'ja paraqes Robë që e kam dëshirën e madhe, por edhe qëllimin që ti diskutojmë bashkë dhe do doja të diskutojmë të dyja jo në të njëjtën ditë, po mundësisht në episode të ndryshme që njëra është gjeopolitika e mbar kombit shqiptar dhe e dyta që për sa i përket sociologjisë, për sa i përket shoqërisë, ndryshimet që vijnë nga bota e tjera. Që do të them diçka unë. Unë gjej vend për kritikë në çdo individ apo pjesë shoqërisë shqiptare. Në çdo individ apo pjesë shqiptare. Vetëm është i person i cili nuk gjej gjë kritike dhe po gjithmonë po mundohem të gjej një gabim diçka, po nuk ja gjej dot valla. Nuk ja gjej dot. Ai person është Albin Kurti. Është i vetmi individ që nuk mund t'i referoj një kritik, nuk mund t'i them gjë të keqe, nuk mund t'i them diçka që me vërtet mu më bën domethënë që t'ja gjej dhe unë jam tepër i holl për të gjetur kritika se këta njerëz që marrin poste qeveritare, këta janë destinuar për t'u kritizuar, për t'u kritikuar, për t'u provokuar, për të moki, thonë anglisht, janë të destinuar sepse kur hypen atje në fuqi do të kesh gjitha. Dhe ky është i vetmi një individ që mund më impresionon për te imagjinatës, valla. Kam lexuar me qindra ato biografi liderash e gjëra të tilla, por ky individ nuk kam pa ndonjëherë, valla. Nuk kam pa as Gandhi nuk ka qenë si puna e tij, mos e vaj tolerante e bonde, por ky është tepër solid, valla, është në vërtet shumë unik llojin e tij, valla. Nuk ka habit për te imagjinatës. Sinqerisht e kam këtë gjë, tonë. Shumë njeri i kompletuar, ha? Shiko, ai i kompletuar është se ai është le të themi në kuptimin më shumë të mirë të fjalës është një kafshë politike dhe di të manovrojë në mënyra të mira edhe ato idealet që i ka pak rëndësi ka janë të vërteta apo jo. Deri tani i ka le të themi implementuar në një mënyrë shumë të shëndetshme. Është e vështirë, domethënë nuk besoj se nuk e i vetmi person që mendon që është e vërtetë të jesh kritik, po ta trajtosh në mënyrë racionale, ose ka dhe kështu tifoz partie për shkakun që e nxjerrin të keq automatikisht.
por ajo është një budallik me brirë, ja bën muq në momentin e parë. Nga ana racionale, logjike, domethënë, është vërtet person shumë i vështirë për të kritikuar. Në gjë këtu, unë po të tregoj se po më thoshi një diku ta nismë thurja, po të më pyetën për këtë dhe rastësisht e kupton dhe unë i thash që është shumë unike, domethënë pse beson ka edhe s'beson ka ai. Unë mendoj se nuk mund të vi person si puna ti se janë kushtet e tilla që kanë krijuar një individ të tillë. Është rrugëtimi atij se nëse ne për shembull se tip ta unë jam person që nuk kam shumë shpresa. Nëse unë shikoj Albinën dhe të marr shpresë që do ketë njerëz të tjerë në Shqipëri që do bëhen tillë, unë nuk mund ta bëj këtë gjë. Për shembull është ai Adriatik Llapa, i tepër i formuar, tepër logjik, flet në mënyrë shumë konstante gjëra të tilla, por është i destinuar për të korruptuar. Nëse Albin Kurti nga vetë ë? Si? Mendoj që ai do korruptohet, unë mendoj se ka shumë shpresë tek ai individ. Është i destinuar, edhe kur e themi destinuar është 100% shtrohet pyetja pse. Sepse do bëj aleanca me njerëz korruptuar për të hyrë në pushtet. Është e pa evitueshme që do bëj aleanca. Nëse Albin Kurti nga ana tjetër e ka nisme në vete si individ fillak duke përfunduar në burg, është rritur si filiz dhe është ndëruar në një pemë ku korrupsioni, ku shantazhimi nuk depërton dot. E ton, nësa ke këta janë detyruar, ta janë destinuar për të përfunduar atje. Janë absolutisht 100% të destinuar se do bëjnë një aleancë me një shoqëri të korruptuar për të hyrë në pushtet. Kështu e nisi dhe Rama, i forbuar intelektual. Çau vau korruptu gjatë rrugtimit, kështu e nisin të gjithë e korruptohen. Nëse Albini nga ana tjetër është produkt revolucionar, është produkt që e kupton, nuk ka gjë që e shantazhon në mënyrën e tillë, e kupton? Ai le çdo gjë është prodhuar nga një formë klime bjetese. Nuk është nga është ajo filozofia që nëse s'ka presion, nëse nuk ka një lloj dhune, domethënë ose një lloj vështirësie, është e vështirë të dalësh i saktë. Kështu që nga ai që ka pasur vështirësi dhe dhunë dhe presion, domethënë nga shumë anë, prandaj është ai produkt që është sot. Unë jam i sigurt që ose ti ve Adriatik Llapajn edhe i thu do të dënosh 15 burg, ai padyshim do nënshtrohet dhe do t'u latë dhe do të kërkoj pamundën që mos i bëj ato. Nëse Albin Kurti kur e liruan thoshte jo, unë do je bëj burgun prapë total. Është individ tepër. Në fakt të them të drejtën, unë kam goxha mendim të mirë për Adriatik Llapaj edhe kam goxha shpresë tash. Tani u kështu, si u preka një çik për këtë, se di. Nuk ta shikojmë. Unë kam mendim shumë të mirë për ato. Shumë të mirë, shumë i logjikshëm, shumë gjërat, po duke parë një gjë këtu, shiko këtu. Unë nuk i krahasoj njerëzit me smundje, por nëse po bëj paralizëm, nëse shikojmë simptomat e një smundje, do të zoja e smundja dhe ky i ka simptomat për të korruptuar. Se ja do ta them konkretisht, bëri një debat me kryeministrin, edhe kryeministri e goditi këtë dhe ky u tërhoq direkt. Nuk tregoi ato kundërshtimin e individit fort, kur i tha ti nuk më shantazon dot, ai tha unë thjesht dash i mendim dhe u bë nga alfa u bën beta. Dhe këto janë ato simptomat e parë. Ka një referencë për të, ku mund ta shikojmë? Arian Çani. Domthon kur i tha Churchilli, se i tha Churchilli tha që njerëzit vetëm budallëk nuk ndryshojnë mendim, ndërsa Adriatik Llapaj tha Churchilli ka thënë një tjetër që nuk kam njohur një politikan që konsumon gënjeshtra është bën me dhimbje stomaku. Edhe Rama ju thot direkt në sulm dhe ky u lat. E kupton? Nuk i qëndroi temës që ti po gënjen, qëndroi faktit që ti po gënjen. E kupton në këtë sens, domthon nuk tërhoq. Dhe ky person që tërhiqet është një simptom e parë tregues që ky njeri mund të tërhiqet. Ky përballë një force më të madhe tërhiqet. Në këtë sens, e kupton? Janë gjëra që kanë bëjnë me nëse e shikon, un kam lexuar shumë libra nga ato autobiografike. Se si reagojnë për shembull Churchilli nuk tërhiqe. Prandaj u bë lider. Nuk tërhiqe. Në këtë sens. Në kauzat e tij, e kupton? Gandhi në një farë mënyrë ishte edhe tërhiqe, e kupton? Bante grevë, dilte nga greva, gjëra të tilla, e kupton? Në këtë sens. Mirë po, Albin Kurti është habitaj si njeri, sinqerisht të habit. Edhe faktikisht i pin qafë. Po më pret se kam në orën 00 do më pret Uberi aty, po
Atëherë do ta lëm kështu bashkë në një moment të dytë që ti do jesh i disponueshëm përsëri për të bërë një live tjetër për të xhiruar një episod tjetër. Atëherë do lëm tem paraprake, domethënë gjeopolitikën shqiptare o kosovare me Albin Kurtin, edhe temat të tjera që mund të na vinë. Nuk po, pse do të them diçka, do të japi shembull konkret unë. Tim sa unë jam njeri spektik. Ne diskutuam racionalizisht mirë, nuk po themi nivel super të lartë, po nivel të lartë shumë. Për sa i përket temave, diskutuam në një sens logjik, mirë. Jo keq, që kupton gjëra reale. Sa ndjekësh kishim 6, shkoj ke kozët braçi se ka 10.000. Ky është realiteti shqiptar. Jemi dakord për këtë? Jemi dakord për këtë. Shiko. Ja po. Ndëshimin e bëjnë masë. Ky episod do dali për personat e tjerë, do jenë nga të gjitha platformat, do bëjnë 600-700. Edhe mua më gëzon ky fakt. Nuk e di, e di që të bata, ne kalon mirë dhe flasim, faleminderit se flasim herë tjetër. Mos u mërzit se unë sot ishja 60% brutalitetit tim. Mendimeve. Herën tjetër pres minimumi 85%. Okej, mirë pafshim, kalon mirë. Okej, gjithë mirë. Ciao.